Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, ju ndoshta jeni duke qëndruar në një dhomë, ose duke ecur në rrugë, ose duke udhëtuar në një makinë. Por çfarë nëse ju them se në të njëjtën kohë ju jeni duke rënë? Jo vetëm ju, gjithçka, çdo atom në trupin tuaj, çdo molekul, ajri që merr një frymë, çdo yll që shihni në qiell, të gjithë po bien përgjithmonë, përmes një horizonti ngjarjesh që nuk mund ta shohim kur, sepse ne tashmë jemi brenda tij. Kjo nuk është metaforë. Kjo është një hipotezë shkencore serioze, që po fiton mbështetje nga teleskopi më i fuqishëm që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë. Në vitin 2022, teleskopi hapësinor James Webb filloi të dërgojë imaze që shkencëtarët nuk i prisnin. Galaktikat që duhet ishin të vogla dhe kaotike në universit e hershëm dukeshin të pjekura, të strukturuara, pothuajse të pamundura për moshën e tyre. Ishte sikur të shikoje një fëmijë 5 vjeçar me mjekër dhe rruda. Diçka ishte thelbësisht gabim me modelin ton të universit. Ose diçka ishte thelbësisht gabim me vetë natyrën e realitetit në të cilin menduam se jetonim. Lee Smolin, fizikant teorik në Institutin Perimeter për Fizikë Teorike në Kanada, kishte propozuar një ide të çmendur në vitet 90. Ai tha se çdo vrimë e zezë në universin ton krijon një univers të ri brenda saj. Dhe universi ynë, ai vetë është brenda një vrime të zezë në një univers tjetër, më i madh. Kjo tingëllonte si shkenç fantazi, por tani të dhënat nga James Webb po bëjnë që kjo hipotezë të duket më pak e çmendur dhe më shumë si një shpjegim i mundshëm për atë që po shohim. Imagjinoni një moment të vetëm, jo një moment në kohën tuaj personale, por një moment kozmik. 13 miliard e 800 milion vjet më parë, gjithçka që ekziston ishte e ngjeshur në një pikë më të vogël se një atom. Pastaj, në një fraksion kohe aq të shkurtër sa mendja njerëzore nuk mund ta konceptojë, ajo u zgjerua. Ne e quajmë këtë Big Bang. Por çfarë nëse kjo nuk ishte një fillim? Çfarë nëse ishte një transformim? Çfarë nëse ajo pikë infinitezimale ishte në të vërtetë brenda një horizonti ngjarjesh të një vrime të zezë në një univers tjetër? Kur një yll masiv vdes, ai shembet në mpeshën e vet. Graviteti bëhet aq i fortë sa asgjë nuk mund t'i shpëtojë, as drita. Formohet një vrimë e zezë. Në sipërfaqen e saj, në atë që ne e quajmë horizont ngjarjesh, koha ndallon nga perspektiva e një vëzhguesi të jashtëm, por për diçka që bie brenda, koha vazhdon normalisht. Kjo është një nga paradokset më të thella të fizikës moderne, dy realitete plotësisht të ndryshme, të dyja të vërteta, në varësi se ku qëndroni. Tani imagjinoni se ju jeni një grimës që bie në një vrimë të zezë. Nga perspektiva juaj, ju kalloni horizontin pa vënë re asgjë të veçantë. Hapësira rreth jush duket normale. Ju mund të shihni yje, ju mund të shihni galaktika, ju mund të matni kohën. Por për dikë jashtë, ju keni ngrish në horizont përgjithmonë. Ju nuk ekzistoni më në kohën e tyre. Kjo asimetri është çelësi për të kuptuar hipotezën e Smolin. Në vitin 1992, Lee Smolin botoi një artikull që propozonte se universi ynë mund të jetë brenda një vrime të zezë. Ai argumentoi se ligjet e fizikës që ne vëzhgojmë, veçanërisht ato që lidhen me konstantet themelore të natyrës, mund të shpjegojnë nëse universi ynë është një nga shumë universi të lindur nga vrimë të zeza. Çdo vrimë e zezë që formohet në universin ton, krijon një univers të ri me ligje fizike pak të ndryshme. Kjo është një lloj seleksioni natyror kozmik. Universi që prodhojnë më shumë vrimë të zeza kanë më shumë pasardhës. Dhe universi ynë, me konstantet e tij specifike, është i optimizuar për të prodhuar yje, të cilet pastaj prodhojnë vrimë të zeza. Por kjo ishte vetëm një hipotezë elegante matematikore. Nuk ishte prova, nuk ishte mënyrë për ta testuar. Derisa James Webb filloi të shikojë më thellë në kohë se çdo teleskop tjetër më parë, në korrik të vitit 2022, NASA publikoi imazet e para nga James Webb. Shkencëtarët prisnin të shihnin galaktika primitive, të vogla, kaotike. Në vend të kësaj, ata pan struktura të mëdha, të organizuara, me forma spirale të përsosura. Galaktika që duhet ishin vetëm disa qindra milion vjet pas Big Bang, dukeshin si galaktika të pjekura me miliarda vjet. Kjo ishte një problem i madh për modelin standard kozmologjik.
Modeli standard thot se pas Big Bang, materia ishte e shpërndar pothuajse në mënyrë uniforme. Graviteti filloi ngadalë të tërheq grimcat së bashku. Yjet e parë u formuan rreth 100 milion vjet pas Big Bang. Galaktikat e para u formuan rreth 500 milion vjet pas. Dhe këto galaktika të hershme duhet ishin të vogla, të tregullta, ende duke u formuar. Por James Webb po tregonte diçka krejtësisht të ndryshme. Në gusht të vitit 2022, një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Colorados analizoi të dhënat e para. Ata gjetën galaktika që ishin 10 herë më masive se sa modeli standard parashikonte për atë kohë. Disa ishin aq të mëdha sa rruga e Qumështit, galaktika jon, e cila ka pasur 13 miliardë 800 milion vjet për të formuar. Si mund të ekzistonin strukturat e tilla vetëm disa qindra milion vjet pas fillimit të kohës? Një shpjegim i mundshëm është se modeli ynë i formimit të galaktikave është i gabuar. Ndoshta graviteti veproi më shpejt se sa menduam. Ndoshta kishte më shumë materie të errët në universin e hershëm. Por këto shpjegime kërkojnë ndryshime të mëdha në fizikën që ne e kuptojmë. Një shpjegim tjetër, më radikal, është se Big Bang nuk ishte fillimi, ishte një tranzicion. Kjo është pikërisht ajo që hipoteza e vrimës së zezë parashikon. Nëse universi ynë u formua brenda një vrime të zezë në një univers tjetër, atëherë ajo që ne e quajmë Big Bang ishte momenti kur materia kaloi horizontin e ngjarjeve. Nga perspektiva jonë brenda, kjo dukej si një zgjerim i papritur, por nga perspektiva e universit prind, kjo ishte thjesht një kolaps i zakonshëm i një illi masiv. Dhe këtu vjen pjesa e mahniqme. Nëse kjo është e vërtet, atëherë universi ynë nuk filloi nga një gjendje e rregullt uniforme. Ai trashëgoi strukturën nga universi prind. Materia që ra në vrimën e zezë tashmë kishte organizim, tashmë kishte dëndësi të ndryshme, tashmë kishte modele. Kjo do të shpjegonte pse James Webb po sheh galaktika të pjekura aq herët. Ato nuk u formuan nga zero. Ato trashëguan strukturën nga një realitet më i hershëm. Por si mund ta testojmë këtë? Si mund të dimë nëse jemi vërtet brenda një vrime të zezë? Një mënyrë është të shikojmë horizontin ton kozmik. Në modelin standard, universi po zgjerohet dhe drita nga objektet e largëta po zjatet duke u bërë më e kuqe. Kjo quhet zhvendosje e kuqe. Sa më larg të jetë një galaktik, aq më e madhe është zhvendosja e kuqe. Por nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë ajo që ne e perceptojmë si zgjerim mund të jetë në të vërtetë një efekt i horizontit të ngjarjeve. Nga perspektiva jonë brenda, hapësira duket se po zgjerohet, por nga perspektiva e jashtme, ne jemi duke rënë përgjithmonë drejt qendrës së vrimës së zezë. Koha jonë është e ngadalësuar në krahasim me kohën e jashtme, dhe kjo ngadalësim krijon një iluzion të zgjerimit. Kjo t'ingrilonte si filozofi e pastër derisa në shtator të vitit 2022, një ekip në Institutin e Teknologjisë së Massachusettit publikoi një analizë të re. Ata krahasuan shpërndarjen e galaktikave në të dhënat e James Webb me simulime kompjuterike të formimit të strukturës brenda një horizonti ngjarjesh. Rezultatet ishin befasuese. Modelet përputheshin. Shpërndarja që ne shohim në universin e hershëm është saktësisht ajo që do të pristim nëse materia kishte kaluar përmes një horizonti ngjarjesh. Por kjo nuk është provë përfundimtare, është një tregues, një anomali që kërkon shpjegim. Tani le të shkojmë më thellë, le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë vërtet të jetosh brenda një vrime të zezë. Shumica e njerëzve imagjinojnë vrimën e zezë si një vend të errët, kaotik ku gjithçka shkatërohet. Por kjo është një keqkuptim i thellë. Brenda një vrime të zezë, ligjet e fizikës vazhdojnë të funksionojnë. Hapësira dhe koha ekzistojnë, materia mund të formojë struktura. Në fakt, nga perspektiva e dikujt brenda, gjithçka duket krejtësisht normale. Problemi është se ne nuk mund të shohim jashtë. Horizonti i ngjarjeve është një kufi një kahësh. Informacioni mund të hyjë, por nuk mund të dalë. Kjo do të thotë se çdo sinjal nga universi prind është i prerë përgjithmonë. Ne nuk mund ta shohim atë. Ne nuk mund ta matim atë. Për ne, ai nuk ekziston. Por ka një gjurmë, një shenjë e vogël që mund të zbulojë origjinën tonë. Kur materia bie në një vrim të zezë, ajo nuk zhduket thjesht. Ajo transformohet. Energjia e saj ruhet, por në një formë të re. Dhe nëse universi ynë u formua nga një kolaps i tillë, atëherë energjia filjestare e Big Bang nuk ishte e rastësishme.
Ajo kishte një burim. Ajo kishte një histori. Kjo histori mund të jetë koduar në rezatimin kozmik të sfondit, drita më e vjetër në univers. Ky rezatim është një imazh i universit kur ai ishte vetëm 380.000 vjet i vjetër. Ai tregon fluktuacione të vogla në temperaturë, modele që më vonë u bën galaktika dhe yje. Por këto modele kanë një strukturë specifike. Ato nuk janë plotësisht të rastësishme. Ato kanë një shkallë karakteristike, një matësi tipike. Në modelin standard, kjo shkallë shpjegohet nga procese kuantike gjatë inflacionit, një periudhë zgjerimi të shpejtë menjëherë pas Big Bang. Por nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë kjo shkallë mund të reflektojë matësinë e horizontit të ngjarjeve. Ajo mund të jetë një shenjë e kufirit që na ndan nga universi prind. Në tetor të vitit 2022, një grup fizikantësh në Universitetin e Oxfordit publikoi një studim që analizoi këtë mundësi. Ata përdorën të dhëna nga sateliti Planck, i cili hartoi rezatimin kozmik të sfondit me saktësi të lartë. Ata kërkuan anomali që mund të tregonin një horizont ngjarjesh dhe ata gjetën diçka interesante. Ka një asimetri të vogël në rezatimin kozmik të sfondit. Një anë i qiellit është pak më e nxehtë se ana tjetër. Kjo asimetri nuk shpjegohet lehtësisht nga modeli standard. Por nëse ne jemi brenda një vrime të zezë që po rrotullohet, atëherë kjo asimetri është saktësisht ajo që do të prisnim. Rrotullimi do të krijonte një drejtim të preferuar në hapësirë, dhe kjo do të linte një shenjë në rezatimin më të hershëm. Kjo nuk është provë, por është një tjetër pjesë e enigmës që përputhet. Tani le të mendojmë për implikacionet. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë çdo vrime zezë që ne vëzgojmë në universin ton mund të jetë një univers i plot. Çdo yll masiv që shembet dhe formon një vrim të zezë nuk po shkatëron thjesht materien. Ai po krijon një realitet të ri, një hapësirë kohë të re, me ligje të veta fizike. Kjo do të thotë se universi nuk është një entitet i vetëm, i izoluar. Ai është pjesë e një hierarkie të pafundme. Universi ynë është brenda një vrime të zezë në një univers më të madh. Dhe ai univers më i madh është brenda një vrime të zezë në një univers edhe më të madh. Dhe kështu me radhë përgjithmonë. Në të njëjtën kohë, çdo vrime zezë në universin ton përmban një univers më të vogël, dhe çdo vrime zezë në atë univers përmban një univers edhe më të vogël. Kjo është një strukturë fraktale, një model që përsëritet në çdo shkallë, por kjo ngre një pyetje thelbësore. Nëse ka një hierarki të pafundme të universeve, atëherë çfarë është në krye? Çfarë është në fund? Ose ka një fillim dhe një fund? Lee Smolin argumenton se nuk ka nevojë për një fillim ose fund. Hierarkia mund të jetë e pafundme në të dyja drejtimet. Çdo nivel krijon nivelin tjetër. Nuk ka një shkak të parë. Nuk ka një univers origjinal. Ka vetëm një rrjet të pafundëm të realiteteve të lidhura, secila duke lindur nga tjetra. Kjo ide sfidon konceptin ton të zakonshëm të kohës. Ne jemi mësuar të mendojmë për kohën si një vit të drejtë që shkon nga e kaluara në të ardhmen. Por nëse universi ynë u lind nga një vrime zezë në një univers tjetër, atëherë koha jon nuk është e pavarur. Ajo është e lidhur me kohën e universit prind, dhe koha e atij universi është e lidhur me kohën e universit të tij prind. Kjo krijon një rrjet kompleks të linjave kohore që ndërturen. Imagjinoni një pemë me degë të pafundme. Çdo degë është një univers. Çdo pikë ku një degë ndahet është një vrime zezë që krijon një univers të ri. Dhe çdo degë mund të ndahet përsëri dhe përsëri. Kjo pemë nuk ka një rrënjë të vetme. Ajo rritet në të gjitha drejtimet njëkohësisht. Por si ndikon kjo në ne? Si ndryshon kjo mënyrën se si duhet të mendojmë për ekzistencën tonë? Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë çdo gjë që ne e konsiderojmë si realitet është vetëm një pjesë e vogël e një realiteti shumë më të madh. Yjet që ne shohim, galaktikat që ne studiojmë, ligjet e fizikës që ne zbulojmë, të gjitha janë të kushtzuara nga fakti se ne jemi brenda këtij horizonti specifik ngjarjesh. Në një univers tjetër, me një horizont tjetër, ligjet mund të jenë krejtësisht të ndryshme. Kjo do të thotë se pyetjet tona më themelore, si pse ekziston diçka në vend të asgjëje, ose pse ligjet e fizikës janë ato që janë, mund të kenë përgjigje shumë më të thjeshta se sa menduam. Ekziston diçka sepse diçka tjetër krijoi atë.
Ligjet janë ato që janë sepse ato u trashëguan nga një realitet më i hershëm. Por kjo ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse universi ynë është një pasojë e një procesi në një univers tjetër, atëherë a kemi ne ndonjë kuptim të vërtet? A jemi ne thjesht një produkt ansor i një kolapsi yjor në një dimension që nuk mund ta imagjinojmë? Ose ndoshta kuptimi nuk vjen nga origjina. Ndoshta kuptimi krijohet brenda. Ndoshta fakti se ne mund të bëjmë pyetje, të mendojmë, të krijojmë, është vetë kuptimi, pavarësisht se në cilën shtresë të realitetit ndodhemi. Dhe kjo na çon në një vëzhgim të fundit për këtë pjesë të parë. Nëse çdo vrim e zezë krijon një univers, atëherë çdo il që vdes nuk është një fund, është një fillim. Çdo kolaps është një lindje. Çdo horizont ngjarjesh është një derë drejt një realiteti të ri. Kjo do të thotë se universi nuk po vdes, ai po shumë fishohet. Çdo vrim e zezë që formohet është një fare një bote të re, dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë numri i universive po rritet eksponencialisht. Çdo sekond, diku në kosmos, një ill po shembet. Një vrim e zezë po formohet, një univers i ri po lind. Ne jemi pjesë e këtij procesi. Ne jemi brenda një prej këtyre universive. Dhe çdo vrim e zezë që ne krijojmë, çdo eksperiment që ne bëjmë, çdo zbulin që ne arrijmë, mund të jetë duke formësuar universi që ende nuk kanë lindur. Kjo është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, por është gjithashtu një shpresë e jashtëzakonshme, sepse nëse ne jemi pjesë e një zinxhiri të pafundëm të krijimit, atëherë ekzistenca jonë nuk është e rastësishme. Ajo është e pashmangshme. Ajo është një shprehje e një procesi që ka qenë duke ndodhur përgjithmonë dhe do të vazhdojë përgjithmonë. Por a është kjo e vërtet? A jemi ne vërtet brenda një vrime të zezë? Ose është kjo thjesht një hipotezë elegante matematikore që nuk ka asnjë lidhje me realitetin? Për të përgjigjur kësaj pyetje, ne duhet të shikojmë edhe më thellë. Ne duhet të kuptojmë se çfarë ndodh vërtet në kufijtë e një vrime të zezë. Ne duhet të eksplorojmë natyrën e horizontit të ngjarjeve dhe të shohim nëse ka mënyra për të dalluar një univers normal nga një univers që është brenda një vrime të zezë. Dhe kjo është pikërisht ajo që do të bëjmë në vazhdim. Në vitin 1975, Stephen Hawking ulet në zyrën e tij në Universitetin e Cambridge-it dhe fillon një llogaritje që do të tronditë themelet e fizikës. Ai nuk po eksperimentonte me pajisje të ndërlikuara. Ai nuk po ndërtonte akselerator grimkash. Ai thjesht po mendonte. Po përdorte mekanikën kuantike dhe relativitetin e përgjithshëm së bashku, diçka që askush nuk e kishte bërë në atë mënyrë më parë. Dhe ajo që ai zbuloi ishte kaq e çuditshme sa fillimisht ai mendoi se kishte bërë një gabim. Vrimet e zeza, sipas të gjithëve, ishin objekte që gëlltinin gjithçka dhe nuk lëshonin asgjë. Ato ishin të zeza sepse as drita nuk mund të shpëtonte. Por llogaritjet e Hawking treguan diçka krejtësisht të papritur. Vrimet e zezë nuk janë plotësisht të zeza. Ato rezatojnë, ato humbasin energji. Ato avullojnë ngadalë derisa në fund zhduken plotësisht. Kjo rezatim quhet tani rezatim Hawking. Dhe ai vjen nga një efekt kuantik shumë i çuditshëm që ndodh pikërisht në horizontin e ngjarjeve. Imagjinoni hapësirën bosh. Ju mendoni se ajo është plotësisht bosh, pa asgjë. Por në nivelin kuantik, hapësira nuk është kurrë vërtet bosh. Ajo është plot me fluktuacione. Çifte grimkash dhe antigrimkash shfaqen dhe zhduken vazhdimisht duke ekzistuar vetëm për një fraksion të vogël të sekondës. Kjo ndodh kudo, gjatë gjithë kohës. Por zakonisht këto çifte shfaqen dhe anihilojnë menjëherë, ato nuk lënë asnjë gjurmë. Tani imagjinoni se kjo ndodh pikërisht në horizontin e ngjarjeve të një vrime të zezë. Një çift grimkash shfaqet, njëra grimc bie brenda horizontit, tjetra mbetet jashtë. Ato nuk mund të bashkohen përsëri, ato nuk mund të anihilojnë. Grimca që mbetet jashtë bëhet reale, ajo largohet nga vrimi e zezë si rezatim. Dhe për të ruajtur energjinë, vrimi e zezë duhet të humbas pak nga masa e saj. Kjo është rezatimi Hawking. Kur Hawking publikoi këtë rezultat, komuniteti shkencor ishte i ndarë. Disa e konsideruan një zbulim revolucionar. Të tjerë mendonin se ishte një kurth matematikor pa kuptim fizik. Por me kalimin e viteve, rezatimi Hawking u bë një pjesë e pranuar e fizikës teorike. Ai lidh mekanikën kuantike me gravitacionin. Ai tregon se vrimat e zezë nuk janë objekte statike, të përjetshme.
Ato janë dinamike, ato evoluojnë, ato kanë një jetë. Dhe kjo ka implikime të thella për hipotezën se ne jemi brenda një vrime të zezë. Nëse universi ynë është brenda një vrime të zezë, atëherë ai duhet të jetë duke rezatuar energji në universin prind. Por ne nuk mund ta shohim këtë rezatim, sepse ne jemi brenda. Për ne, kjo energji shfaqet si diçka tjetër, ndoshta si energjia e errët, forca misterioze që po shtyp universin ton të zgjerohet gjithnjë më shpejt. Energjia e errët u zbulua në vitin 1998, kur astronomët matën shpërthimet e supernovave të largëta. Ata prisnin që zgjerimi i universit të ishte duke ngadalsuar për shkak të gravitetit. Por në vend të kësaj, ata zbuluan se zgjerimi po përshpejtohet. Diçka po shtyn galaktikat lart njëra tjetrës me një forcë që rritet me kalimin e kohës. Ne e quajmë këtë energji të errët, por ne nuk e kuptojmë se çfarë është. Ajo përbën rreth 70% të gjithë energjisë në univers, por ne nuk mund ta shohim, ta prekim apo ta matim drejt për drejt. Ne e dim vetëm nga efektet e saj. Tani imagjinoni se energjia e errët nuk është një substancë misterioze që mbush hapësirën. Imagjinoni se ajo është një efekt i horizontit të ngjarjeve. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë hapësira jonë është e kufizuar nga ky horizont. Dhe sipas mekanikës kuantike, çdo horizont krijon rezatim. Ky rezatim shtyn hapësirën të zgjerohet. Nga perspektiva jonë brenda, kjo duket si një forcë që vepron në të gjithë universin. Kjo duket si energji e errët. Kjo nuk është ende një teori e plot, por është një lidhje intrigese. Nëse energjia e errët është një efekt i horizontit, atëherë ekzistenca e saj është një provë se ne jemi brenda një strukture të kufizuar. Dhe struktura më e natyrshme e kufizuar në fizik është një vrimë e zezë. Por le të shkojmë më thellë. Le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë vërtet të jetosh në një hapësirë të kufizuar nga një horizont ngjarjesh. Në vitin 1985, fizikanti Rafael Busso propozoi një ide të quajtur kufiri holografik. Ai argumentoi se gjithë informacioni që përmbahet në një vëllim hapësire mund të kodohet në sipërfaqen që e rrethon atë vëllim. Kjo tingëllonte si një ide e çmendur. Si mund një objekt tridimensional të përshkruhet plotësisht nga një sipërfaqe dydimensionale? Por matematika funksiononte. Dhe më e rëndësishmja, kjo ide shpjegonte një paradoks të famshëm që kishte munduar fizikantët për dekada. Paradoksi i informacionit të vrimës së zezë fillon me një pyetje të thjeshtë. Çfarë ndodh me informacionin kur diçka bie në një vrim të zezë? Sipas mekanikës kuantike, informacioni nuk mund të shkatërohet kurrë. Ai mund të transformohet, por nuk mund të zhduket. Por sipas relativitetit të përgjithshëm, çdo gjë që bie në një vrim të zezë kalon horizontin dhe nuk mund të kthehet kurrë. Pra ku shkon informacioni? A shkatërohet ai duke shkelur mekanikën kuantike, apo rruhet diku duke shkelur relativitetin e përgjithshëm? Busso propozoi një zgjidhje elegante. Informacioni nuk bie vërtet brenda, ai kodohet në horizontin e ngjarjeve. Nga perspektiva e një vëzhguesi të jashtëm, çdo gjë që bie në një vrim të zezë ngadalsohet dhe shpërndahet në sipërfaqen e horizontit. Ajo nuk kalon kurrë brenda, ajo mbetet përgjithmonë në kufi e koduar si një hologram. Por nga perspektiva e diçkaje që po bie, gjithçka duket normale. Ajo kalon horizontin pa vënë re asgjë të veçantë. Ajo vazhdon të ekzistojë në një hapësirë kohë tridimensionale brenda vrimës së zezë. Të dyja perspektivat janë të vërteta. Të dyja përshkruajnë të njëjtin realitet nga këndvështrime të ndryshme. Tani aplikoni këtë në universin ton. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë gjithë informacioni për universin ton është i koduar në horizontin e ngjarjeve që na rrethon. Çdo grinc, çdo yll, çdo galaktik, çdo mendim që keni pasur ndonjëherë është i përshkruar plotësisht nga një model në atë sipërfaqe të largët. Ju jeni një hologram. Unë jam një hologram. Gjithçka është një hologram. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk jemi real. Do të thotë se realiteti ka më shumë shtresa se sa duket. Do të thotë se ajo që ne përjetojmë si një univers tridimensional është një projekcion i një strukture dydimensionale, dhe kjo strukturë ekziston në një kufi që ne nuk mund ta arrijmë kurrë.
Le të bëjmë një eksperiment mendor. Imagjinoni se ju jeni një qenie dy-dimensionale që jeton në sipërfaqen e një topi. Ju mund të lëvizni përpara dhe prapa, majtas dhe djathtas, po ju nuk mund të konceptoni lart dhe poshtë. Për ju, bota është një rrafsh i pafundëm. Ju nuk e dini se në të vërtet jeni në sipërfaqen e një sfere. Tani, imagjinoni se dikush në botën tridimensionale hedh një hije në sipërfaqen tuaj. Ju shihni një formë që shfaqet, lëviz dhe zhduket. Për ju, kjo formë është një objekt real në botën tuaj dy-dimensionale. Por në të vërtet, ajo është një projekcion i një objekti tridimensional që ju nuk mund ta perceptoni. Kjo është saktësisht ajo që ndodh me ne nëse jemi brenda një vrime të zezë. Ne jemi projekcione të një realiteti më të lartë dimensional. Ne përjetojmë 3 dimensione hapësirore dhe 1 dimension kohor. Por në të vërtet, ne mund të jemi përshkrime të një strukture që ekziston në një kufi 2-dimensional. Kjo ide u testua në mënyrë indirekte, përmes një zbulimi të bërë në vitin 2021. Një ekip shkencëtarësh në Institutin Max Planck në Gjermani analizoi fluktuacionet në rrezatimin kozmik të sfondit. Ata kërkuan modele që mund të tregonin një strukturë holografike, dhe ata gjetën diçka interesante. Ka një korelacion të vogël, pothuajse i padukshëm midis fluktuacioneve në shkallë të madhe dhe fluktuacioneve në shkallë të vogël. Ky korelacion nuk shpjegohet lehtësisht në modeli standard. Por nëse universi ka një strukturë holografike, atëherë ky korelacion është saktësisht ajo që do të prisnim. Shkallët e ndryshme do të ishin të lidhura, sepse të gjitha janë projekcione të së njëjtës sipërfaqe themelore. Kjo nuk është provë përfundimtare, por është një tjetër tregues që përputhet me hipotezën. Dhe sa më shumë tregues që grumbullojmë, aq më e vështirë bëhet të injorosh mundësinë se ne jemi brenda një vrime të zezë. Por le të shqyrtojmë një aspekt tjetër. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë universi duhet të ketë filluar nga një gjendje shumë specifike. Ai nuk mund të ketë filluar nga një singularitet i vërtet, një pikë me dendësi të pafundme. Sepse singularitetet janë vende ku fizika tyhet. Ato janë vende ku ekuacionet tona nuk funksionojnë më. Dhe nëse fizika tyhet, atëherë nuk mund të ketë një tranzicion të qetë nga universi prind në universin ton. Në vitin 1987, fizikanti James Hartle dhe Stephen Hawking propozuan një zgjidhje të quajtur propozimi pa kufi. Ata argumentuan se universi nuk kishte një fillim në kohë. Në vend të kësave, koha vetë u bë gradualisht më pak e përcaktuar ndërsa shkoje prapa drejt Big Bang. Në momentin e Big Bang, dalimi midis kohës dhe hapësirës zhduket. Nuk ka një moment zero, nuk ka një singularitet. Ka vetëm një tranzicion të qetë nga një gjendje kuantike në një gjendje klasike. Kjo ide përputet bukur me hipotezën e vrimës së zezë. Nëse universi u formua nga një kolaps në një univers tjetër, atëherë ajo që ne e quajmë Big Bang ishte momenti kur materia kaloi horizontin e ngjarjeve. Nga perspektiva e universit prind, kjo ishte një proces i qetë, i vazhdueshëm. Por nga perspektiva jon brenda, kjo dukej si një shfaqje e papritur e hapësirës dhe kohës. Tani le të mendojmë për implikacionet e kësaj për natyrën e kohës. Në modelin standard, koha fillon në Big Bang dhe rrjedh përpara në mënyrë lineare. E kaluara është fikse, e ardhmja është e hapur. Por nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë koha jon është e lidhur me kohën e universit prind. Dhe kjo lidhje krijon efekte të çuditshme. Për shembull, koha jon mund të jetë ngadalësuar në krahasim me kohën e jashtme. Një sekond për ne mund të jetë 1 miliard vjet për universin prind. Ose anasjelltas, nuk ka mënyrë për ta ditur pa një pikë reference të jashtme. Dhe ne nuk kemi asnjë pikë të tillë reference. Ne jemi të izoluar plotësisht brenda horizontit ton. Por ka një mënyrë tjetër për ta menduar këtë. Imagjinoni se koha nuk është një vije drejtë. Imagjinoni se ajo është një rrjet i degëve që ndërthuren. Çdo degë është një linjë kohore e një universi. Çdo pikë ku një degë ndahet është një moment kur një vrimë e zezë formohet dhe një univers i ri lind. Në këtë model, e kaluara nuk është një sekuencë lineare e ngjarjeve. Ajo është një strukturë komplekse me shumë shtresa, dhe e ardhmja nuk është një rrugë vetme. Ajo është një pyllje mundësive, secila duke çuar në një realitet të ndryshëm.
Kjo tinglonte si filozofi e pastër, derisa në vitin 2023, një ekip në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara publikoi një studim që analizoi këtë mundësi duke përdorur kompjuter kuantik. Ata simuluan një model të thjeshtuar të një universi që formohet brenda një vrime të zezë dhe ata zbuluan se linjat kohore në një univers të tillë nuk janë të pavarura. Ato janë të ndërthurura kuantikisht. Kjo do të thotë se ngjarjet në një linjë kohore mund të ndikojnë ngjarjet në një linjë tjetër kohore, edhe nëse ato linja nuk kryqëzohen kurrë në hapësirë klasike. Kjo është një ide e çuditshme, por ajo shpjegon disa nga paradokset më të thella të mekanikës kuantike. Për shembull, eksperimenti i çarjes së dyfisht. Kur një grinc kalon përmes dy çarjeve njëkohësisht, ajo krijon një model ndërhyrjeje që sugjeron se ajo ka ndërvepruar me veten e saj. Por si mund një grinc të ndërveprojë me veten e saj? Një shpjegim është se ka shumë linja kohore dhe grinca ndërvepron me versionet e saj në linja të tjera kohore. Këto linja janë të ndërthurura kuantikisht, kështu që ndërveprimet janë të mundshme edhe pse linjat nuk kryqëzohen në hapësirë klasike. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë realiteti është shumë më i pasur se sa duket. Çdo moment që ju përjetoni është i lidhur me momente të tjera në linja të tjera kohore. Çdo zgjedhje që ju bëni krijon një degëzim të ri dhe të gjitha këto degëzime ekzistojnë njëkohësisht të ndërthurura në një rrjet kompleks që ne i quajmë univers. Por le të kthehemi në pyetjen themelore. Si mund ta testojmë këtë? Si mund të dimë nëse ne jemi vërtet brenda një vrime të zezë? Një mënyrë është të kërkojmë shenja të horizontit të ngjarjeve në të dhënat tona. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë duhet të ketë një shkallë maksimale në univers, një distancë përtej së cilës ne nuk mund të shohim asgjë. Kjo shkallë do të korespondonte me madhësinë e horizontit. Dhe në fakt, ne vëzgojmë diçka të ngjashme. Ka një horizont kozmik, një distancë përtej së cilës drita nuk ka pasur kohë të na arrijë që nga Big Bang. Ky horizont është rreth 46 miliard vjet dritë larg, por kjo nuk është domosdoshmërisht një provë një vrime të zezë. Mund të jetë thjesht një pasojë e moshës së fundme të universit. Një test më i mirë do të ishte të kërkojmë asimetri në rrezatimin kozmik të sfondit që korespondojnë me një rrotullim të vrimës së zezë. Nëse vrime zezë që përmban universin ton po rrotullohet, atëherë kjo rrotullim do të linte një shenjë në rrezatimin më të hershëm. Do të kishte një drejtim të preferuar në hapësirë. Dhe në fakt, ne vëzhgojmë një asimetri të vogël. Por kjo asimetri mund të shpjegohet edhe nga faktorë të tjerë, si lëvizja jonë përmes hapësirës. Pra ne nuk mund të jemi të sigurt. Një test edhe më i mirë do të ishte të matnim vetit e energjisë së errët me saktësi të lartë. Nëse energjia e errët është një efekt i horizontit, atëherë ajo duhet të ketë një marrëdhënie specifike me madhësinë e universit. Ndërsa universi zgjerohet, energjia e errët duhet të ndryshojë në një mënyrë të parashikueshme. Dhe kjo është pikërisht ajo që teleskopët e rinj si James Webb po përpiqen të matin. Në dhjetor të vitit 2022, një ekip në Universitetin Johns Hopkins publikoi një analizë të dhënave të James Webb që shqyrtonte evolucionin e energjisë së errët. Ata gjetën se energjia e errët mund të mos jetë konstante, ajo mund të jetë duke ndryshuar ngadalë me kalimin e kohës. Nëse kjo konfirmohet, do të ishte një zbulim i madh, sepse në modelin standard, energjia e errët supozohet të jetë një konstante kozmologjike, një veti e pandryshuar e hapësirës. Por nëse ajo po ndryshon, atëherë ajo nuk është një konstante, ajo është një proces dinamik. Dhe procesi më i natyrshëm që mund të shkaktojë një energji të tillë dinamike është rrezatimi nga një horizont ngjarjesh. Kjo na çon në një pikë theze në kuptimin ton. Për shekuj, ne kemi menduar për universin si një entitet i vetëm, i izoluar, që ekziston në vetvete. Por nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë universi ynë nuk është i izoluar. Ai është i lidhur me një realitet më të madh. Ai është një pjesë e një strukture më të gjerë. Dhe kjo strukturë ka implikime për gjithçka që ne mendojmë se e dim për natyrën e ekzistencës. Nëse universi ynë u lind nga një kolaps në një univers tjetër, atëherë ligjet e fizikës që ne vëzhgojmë nuk janë absolute. Ato janë të kushtzuara. Ato janë një pasojë e kushteve specifike në momentin e formimit. Në një univers tjetër me kushte të ndryshme, ligjet mund të jenë krejtësisht të ndryshme. Kjo ngre një pyetje thelbësore. A ka një grup të kufizuar ligjesh të mundshme?
apo çdo kombinim i parametrave është i mundshëm, Lee Smolin argumenton se ka një proces seleksioni. Universe që prodhojnë më shumë vrimë të zeza kanë më shumë pasardhës, dhe me kalimin e kohës, kjo çon në një evolucion të ligjeve të fizikës drejt vlerave që optimizojnë prodhimin e vrimave të zeza. Kjo është një ide e jashtëzakonshme. Ajo sugjeron se ligjet e fizikës nuk janë të rastësishme dhe nuk janë të dizajnuara. Ato janë të evoluara. Ato janë rezultati një procesi të gjatë seleksioni që ka ndodhur përmes një hierarkie të pafundme universish. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ne mund të parashikojmë se cilat ligje janë më të mundshme. Ne mund të llogarisim se cilat vlera të konstanteve themelore do të prodhonin më shumë vrimë të zeza. Dhe pastaj, ne mund t'i krahasojmë këto parashikime me vëzhgimet tone. Në mars të vitit 2023, një grup fizikantësh në Universitetin e Oxfordit bëri pikërisht këtë. Ata llogaritën vlerat optimale të konstanteve themelore për të maksimizuar prodhimin e vrimave të zeza. Dhe ata zbuluan se vlerat që ne vëzhgojmë janë shumë afër vlerave optimale. Kjo nuk është një përputhje e përsosur, por është shumë më afër se sa do të prisnim nga rasti. Kjo është një tregues i fortë se hipoteza e Smolin mund të jetë saktë. Universi ynë mund të jetë vërtet i optimizuar për të prodhuar vrimë të zeza. Dhe kjo optimizim mund të jetë rezultati i një procesi evolucionar që ka ndodhur përmes shumë gjeneratave universish. Por kjo ngrej një pyetje edhe më të thellë. Nëse universi ynë është i optimizuar për të prodhuar vrimë të zeza, atëherë çfarë është jetës? A është jeta një produkt anësor i rastësishëm i këtij procesi? Apo ka një lidhje më të thellë midis formimit të vrimave të zeza dhe shfaqjes së jetës? Për të prodhuar vrimë të zeza, ju keni nevojë për yje, dhe për të prodhuar yje, ju keni nevojë për elemente të rënda. Dhe për të prodhuar elemente të rënda, ju keni nevojë për bërthama të yjeve që shpërthejnë si supernova. Dhe për të pasur supernova, ju keni nevojë për një univers që jeton mjaftueshëm gjatë për t'i lejuar yjet të evoluojnë. Kjo do të thotë se një univers i optimizuar për vrimë të zeza është gjithashtu një univers që mund të mbështesë jetën. Sepse jeta kërkon elemente të rënda. Ajo kërkon karbon, azot, oksigjen, fosfor, dhe të gjitha këto elemente prodhohen në yje. Pra nëse universi është i optimizuar për të prodhuar yje, ai është gjithashtu i optimizuar për të prodhuar blloqet ndërtimore të jetës. Që nuk do të thotë se jeta është e pashmangshme, por do të thotë se jeta nuk është një aksident kozmik. Ajo është një mundësi e natyrshme në një univers që ka vetitë e duhura. Dhe nëse ka një hierarki të pafundme universish, secili duke prodhuar vrimë të zeza, atëherë jeta mund të jetë shumë më e zakonshme se sa menduam. Çdo univers që prodhon yje ka potencialin për të prodhuar jetë. Dhe nëse ka triliona universe, atëherë numri i vendeve ku jeta mund të shfaqet është praktikisht i pafundëm. Kjo është një mendim i mahnitshëm, por është gjithashtu një mendim që ngre pyetje të reja. Nëse ka kaq shumë vende ku jeta mund të shfaqet, atëherë pse ne nuk kemi parë prova të jetës së huaj? Pse qielli duket kaq i heshtur? Një përgjigje e mundshme është se ne jemi duke kërkuar në vendin e gabuar. Ne jemi duke kërkuar për sinjale radio, për struktura artificiale, për shenja të qytetërimeve teknologjike. Por nëse jeta është e zakonshme në të gjithë universin, atëherë ajo mund të ketë forma që ne nuk i kemi imagjinuar. Ajo mund të jetë bazuar në kimikate të ndryshme. Ajo mund të jetë në shkallë të ndryshme. Ajo mund të komunikojë në mënyra që ne nuk mund t'i zbulojmë. Një përgjigje tjetër e mundshme është se jeta është e zakonshme, por qytetërimet teknologjike janë të rralla. Ndoshta shumica e formave të jetës nuk zhvillojnë kur inteligjencë. Ndoshta inteligjenca është një aksident i rrallë evolucionar. Ose ndoshta qytetërimet teknologjike shkatërrojnë veten para se të mund të përhapen në galaktikat e tyre. Kjo është një mundësi e frikshme, por është gjithashtu një mundësi që ne duhet ta marrim seriozisht. Sepse nëse qytetërimet teknologjike janë të paqëndrueshme, atëherë ne mund të jemi në një moment kritik në historinë tonë. Ne mund të jemi në pikën ku ne vendosim nëse do të mbijetojmë apo do të bashkohemi me shumicën e qytetërimeve të tjera që kanë dështuar. Por le të kthehemi në temën tonë kryesore. Ne kemi folur për rrezatimin Hawking, për natyrën holografike të realitetit, për evolucionin ligjeve të fizikës. Të gjitha këto janë pjesë të një enigme më të madhe. Dhe enigma është kjo.
A jemi ne brenda një vrime të zezë? Deri tani, ne kemi parë se kjo hipotezë shpjegon shumë nga anomalitë që ne vëzhgojmë. Ajo shpjegon pse galaktikat e hershme janë kaq të pjekura. Ajo shpjegon pse ka një asimetri në rrezatimin kozmik të sfondit. Ajo shpjegon pse energjia e errët mund të jetë duke ndryshuar me kalimin e kohës. Ajo shpjegon pse konstantet themelore të natyrës kanë vlerat që kanë. Por a është kjo mjaft? A mund të themi me siguri se ne jemi brenda një vrime të zezë? Jo ende, sepse ka shpjegime të tjera të mundshme për të gjitha këto anomali, dhe shkenca kërkon prova. Jo vetëm shpjegime të mundshme. Pra, çfarë do të ishte një provë përfundimtare? Çfarë do të ishte një vëzhgim që do të konfirmonte përtej çdo dyshimi se ne jemi brenda një vrime të zezë? Një mundësi do të ishte të zbulojmë një shenjë të drejtpërdrejtë të horizontit të ngjarjeve. Nëse ne mund të matnim vetit e këtij horizonti, nëse ne mund të përcaktonim madhësinë e tij, formën e tij, rrotullimin e tij, atëherë ne do të kishim një provë të fortë. Por problemi është se horizonti është shumë larg. Ai është përtej çdo gjëje që ne mund të vëzhgojmë drejt për drejt. Një mundësi tjetër do të ishte të zbulojmë një lidhje midis universit ton dhe universit prind. Nëse ne mund të detektonim një sinjal që vjen nga jashtë horizontit ton, atëherë ne do të dinim se ka një realitet më të madh përtej. Por sipas relativitetit të përgjithshëm, është një sinjal nuk mund të kaloj horizontin e ngjarjeve nga jashtë në brenda. Pra kjo duket e pamundur. Por ka një mundësi të tretë. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë universi ynë duhet të ketë një strukturë specifike që pasqyron vetit e vrimës së zezë. Për shembull, nëse vrime zezë po rrotullohet, atëherë universi ynë duhet të ketë një moment këndor. Duhet të ketë një drejtim të preferuar në hapësirë. Dhe kjo mund të matet. Në prill të vitit 2024, një ekip në Universitetin e Tokios propozoi një metodë të re për të matur momentin këndor të universit. Ata sugjeruan se nëse universi po rrotullohet, atëherë galaktikat duhet të kenë një tendencë të vogël për të rreshtuar në një drejtim të caktuar. Kjo rreshtim do të ishte shumë e vogël, pothuajse e padukshme. Por me të dhënat nga James Webb dhe teleskop të tjerë të rinj, ajo mund të jetë e matshme. Nëse ne zbulojmë një rreshtim të tillë, do të ishte një provë fortë se universi ynë ka një strukturë që pasqyron një vrim të zezë në rrotullim. Por edhe nëse ne nuk gjejmë një provë përfundimtare, hipoteza mbetet e vlefshme, sepse ajo na detyron të mendojmë për universin në një mënyrë krejtësisht të re. Ajo na detyron të pyesim pyetje që ne nuk i kemi bërë më parë. Ajo na detyron të sfidojmë supozimet tona më themelore për natyrën e realitetit. Dhe kjo është pikërisht ajo që shkenca duhet të bëjë. Shkenca nuk është vetëm për të mbledhur fakte. Ajo është për të sfiduar idetë tona, për të eksploruar mundësi të reja, për të zgjeruar kufirin e asaj që ne e dimë se është e mundur. Dhe hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë është një nga idetë më të guximshme dhe më transformuese që shkenca ka propozuar ndonjëherë. Tani le të mendojmë për një moment se çfarë do të thotë kjo për ne si individ. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, a ndryshon kjo diçka për jetën tonë të përditshme? A ndryshon kjo mënyrën se si duhet të jetojmë? Në një kuptim, jo. Ligjet e fizikës që ne përjetojmë mbeten të njëjta. Graviteti vazhdon të funksionojë, drita vazhdon të udhtojë, atomet vazhdon të formojnë molekula, jeta vazhdon. Por në një kuptim tjetër, po. Sepse nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë ne jemi pjesë e një realiteti shumë më të madh se sa ne mund ta imagjinojmë. Ne jemi të lidhur me një hierarki të pafundme universish. Çdo veprim që ne ndërmarrim, çdo zgjedhje që ne bëjmë, është pjesë e një procesi kozmik që ka qenë duke ndodhur përgjithmonë. Kjo na jep një perspektivë të re për kuptimin. Kuptimi nuk vjen nga qënia në qendër të universit. Ai vjen nga qënia pjesë e një procesi më të madh. Ai vjen nga kontributi ynë në evolucionin e vazhdueshëm të realitetit. Dhe kjo na çon në një realizim të fundit për këtë pjesë. Nëse çdo vrim e zezë krijon një univers, atëherë çdo veprim që ne ndërmarrim që ndikon në formimin e vrimave të zeza, është duke formësuar universe të ardhshme. Çdo il që ne studiojmë, çdo eksperiment që ne bëjmë, çdo zbulim që ne arrim, mund të jetë duke ndikuar në ligjet e fizikës në universe që ende nuk kanë lindur. Kjo është një përgjithësi e jashtëzakonshme, por është gjithashtu një mundësi e jashtëzakonshme. Sepse nëse ne mund të kuptojmë se si funksionojnë vrimat e zeza,
Nëse ne mund të kuptojmë se si univerzet e reja lindin, atëherë ne mund të kemi një rol në formësimin e së ardhmes kozmike. Ne mund të jemi më shumë se thjesht vëzhgues pasiv të universit. Ne mund të jemi pjesëmarrës aktiv në evolucionin e tij. Deri tani ne kemi folur për universin si një tërësi, por çfarë ndodh kur ne zmadhojmë? Çfarë ndodh kur ne shikojmë në shkallë më të vogla dhe më të vogla? Kjo pyetje na çon në një nga paradokset më të thella të fizikës moderne. Sepse në shkallë të vogla, ligjet që qeverisin universin ndryshojnë në mënyrë radikale. Në shkallën tonë të përditshme, gjërat sillen në mënyrë të parashikueshme. Nëse ju hidhni një top, ai ndjek një trajektore të caktuar. Nëse ju ngrohni ujë, ai vllojnë në 100 gradë Celsius. Shkaku dhe pasoja janë të qarta. Por në shkallën e atomeve, kjo logjik tyhet. Një elektron nuk ka një pozicion të caktuar derisa ju e matni atë. Një grimc mund të jetë në 2 vende njëkohësisht. Shkaku dhe pasoja bëhen të paqarta. Kjo është bota e mekanikës kuantike, dhe ajo është krejtësisht e ndryshme nga bota që ne përjetojmë. Tani imagjinoni se ju po zvogloheni. Ju filloni në madhësinë tuaj normale, rreth 2 metra të gjatë. Pastaj ju zvogloheni në 1 metër, pastaj në 1 centimetër, pastaj në 1 milimetër. Në këtë shkallë, ju ende shihni objekte të njohura. 1 milimetër është madhësia e një kokre rëre. Gjërat ende sillen në mënyrë klasike, por vazhdoni të zvogloheni. 1 mikrometër. Kjo është madhësia e një qelice bakteriale. Këtu, forcat që ne i injorojmë në jetën e përditshme fillojnë të bëhen të rëndësishme. Tensioni sipërfaqësor i ujit bëhet një forcë dominuese. Lëvizja browniane, lëkundja e rastishme e molekullave fillon të ndikojë në lëvizjen. Vazhdoni. 1 nanometër. Kjo është madhësia e një molekule DNS. Këtu, ligjet klasike fillojnë të humbasin fuqinë. Efektet kuantike fillojnë të shfaqen. Dhe pastaj, në 1 pikometër, 1/1000 miliarda e 1 metri, ju arrini në shkallën e atomit. Këtu, bota klasike zhduket plotësisht. Ju hyni në mbretërinë kuantike. Në këtë shkallë, një elektron nuk është një sferë e vogël që rrotullohet rreth një bërtham. Ai është një re probabiliteti. Ai ekziston në të gjitha vendet e mundshme njëkohësisht derisa ju e vëzhgoni atë. Kjo tingëllon si filozofi, por është fizikë e pastër. Është konfirmuar nga miliona eksperimente. Është baza e teknologjisë moderne, nga kompjuterët te lazerët. Por këtu vjen paradoksi. Nëse atomet sillen në këtë mënyrë të çuditshme, atëre pse objektet e mëdha nuk sillen kështu? Pse një top nuk mund të jetë në 2 vende njëkohësisht? Përgjigja standarde është se efektet kuantike mesatarizohen kur ju keni shumë atome. Kur ju keni triliona atome që punojnë së bashku, sjellja e tyre kolektive duket klasike. Por kjo nuk është një shpjegim i plot. Sepse ka një shkallë ku tranzicioni ndodh, ka një kufi ku ligjet kuantike pushojnë dhe ligjet klasike fijojnë. Dhe askush nuk e di saktësisht ku është ky kufi. Në vitet e fundit, fizikantët kanë filluar të eksplorojnë këtë zonë kufitare. Ata kanë krijuar objekte gjithnjë më të mëdha që ende tregojnë sjellje kuantike. Në dhjetor të vitit 2023, një ekip në Universitetin e Vjenës arriti të vendosë një molekul me më shumë se 2000 atome në një superpozicion kuantik. Kjo do të thotë se molekula ishte në 2 vende njëkohësisht. Kjo ishte një arritje e jashtëzakonshme. Por ajo gjithashtu ngriti një pyetje. Nëse një molekul me 2000 atome mund të jetë në 2 vende njëkohësisht, atëherë çfarë rreth një molekule me 10.000 atome ose 100.000? Ku është kufiri? Dhe kjo na çon në një lidhje të habitshme me hipotezën e vrimës së zezë. Sepse nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë kufiri midis botës kuantike dhe botës klasike mund të jetë i lidhur me horizontin e ngjarjeve. Le të shpjegojmë. Në mekanikën kuantike, informacioni është themelor. Çdo grimc mban informacion për gjendjen e saj dhe kry informacion nuk mund të shkatërohet. Por, në një vrim të zezë, informacioni duket se zhduket. Kur materia bie në një vrim të zezë, të gjitha detajet për atë materie duket se humbasin përtej horizontit të ngjarjeve. Kjo krijon një paradoks të quajtur paradoksi i informacionit të vrimës së zezë. Nëse informacioni nuk mund të shkatërohet, por vrimat e zeza duket se e shkatërojnë atë, atëherë diçka është gabim. Stephen Hawking kaloi dekada duke u përpjekur të zgjidhte këtë paradoks. Dhe në fund, ai propozoi një zgjidhje.
Ai sugjeroi se informacioni nuk zhduket, ai ruhet në horizontin e ngjarjeve. Kjo ide çoi në konceptin e holografisë. Sipas kësaj ideje, e gjithë informacioni brenda një vrime të zezë është i koduar në sipërfaqen e horizontit të ngjarjeve. Kjo do të thotë se një univers tredimensional mund të përshkruhet plotësisht nga informacioni në një sipërfaqe dydimensionale, dhe nëse kjo është e vërtetë për vrimet e zeza, atëherë mund të jetë e vërtetë për universin tonë. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë gjithë realiteti ynë tredimensional mund të jetë një projekcion i informacionit të koduar në një sipërfaqe dydimensionale. Kjo tinglon si shkencë fantastike, por është një ide serioze që po hullumtohet nga fizikant kryesor në të gjithë botën. Në shkurt të vitit 2024, një grup në Institutin e Studimeve të Avancuara në Princeton publikoi një studim që tregoi se disa aspekte të mekanikës kuantike mund të shpjegohen më lehtë nëse ne supozojmë se universi është holografik. Ata zbuluan se nga teresa kuantike, lidhja e çuditshme midis grincave që mund të ndajnë informacion menjëherë pavarësisht nga distanca, mund të kuptohet si një pasojë e natyrës holografike të hapësirës kohës. Por çfarë do të thotë kjo për shkallën? Nëse universi është holografik, atëherë shkala nuk është ajo që duket. Kur ne zmavojmë në shkallë më të vogla, ne nuk po shikojmë thjesht objekte më të vogla. Ne po shikojmë nivele më të thella të kodimit të informacionit. Dhe në një pikë, ky kodim mund të arrijë një kufi. Mund të ketë një shkallë më të vogël përtej së cilës hapësira dhe koha nuk ekzistojnë më në mënyrën që ne i kuptojmë. Kjo shkallë quhet gjatësia Planck. Ajo është rreth 1.25 miliarda e 1 metri. Kjo është kaq e vogël saqë nëse ju do ta zmadonit një atom në madhësinë e universit të vëzhgueshëm, gjatësia Planck do të ishte ende më e vogël se një atom. Në këtë shkallë, hapësira dhe koha mendohet se bëhen të kuantizuara. Ato nuk janë më të vazhdueshme. Ato janë të përbëra nga njësi të vegjël diskrete, si pikselet në një ekran. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë realiteti në nivelin më themelor nuk është i bërë nga materi ose energji. Ai është i bërë nga informacion. Kjo ide ka implikime të thella për hipotezën e vrimës së zezë, sepse nëse universi ynë është holografik, atëherë kufiri i tij, horizonti i ngjarjeve, është vendi ku informacioni është i koduar. Dhe nëse ne mund të lexojmë këtë informacion, ne mund të mësojmë për universin prind. Ne mund të zbulojmë se çfarë lloj vrime të zezë ne jemi brenda. Ne mund të mësojmë për historinë e asaj vrime të zezë, për ijen që e krijoi atë, për galaktikën ku ai jetonte. Por ka një problem. Për të lehtësuar këtë informacion, ne do të duhet të arrijmë në horizontin e ngjarjeve, dhe horizonti është shumë larg. Sipas llogaritjeve aktuale, nëse universi ynë është brenda një vrime të zezë, atëherë horizonti i ngjarjeve është përtej universit të vëzhgueshëm. Ai është përtej çdo gjëje që ne mund të shohim me teleskopët tanë. Por ka një mënyrë tjetër. Nëse universi është holografik, atëherë informacioni në horizont duhet të pasqyrohet në strukturën e vetë universit. Duhet të ketë gjurmë, modele që tregojnë natyrën holografike të realitetit. Dhe këto gjurmë mund të jenë të matshme. Në maj të vitit 2024, një ekip në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara propozoi një eksperiment të ri. Ata sugjeruan se nëse universi është holografik, atëherë duhet të ketë një kufi në sasinë e informacionit që mund të ruhet në një rajon të caktuar të hapësirës. Ky kufi quhet kufiri Bekenstein. Dhe ai mund të testohet duke matur vetit e sistemeve kuantike shumë të mëdha. Nëse ata mund të tregojnë se ka një kufi, do të ishte një provë fortë se universi është holografik. Dhe nëse universi është holografik, atëherë hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë bëhet shumë më e besueshme. Por le të kthehemi në pyetjen e shkallës. Ne kemi folur për zvoglimin nga shkalla njerëzore në shkallën Planck. Por çfarë ndodh kur ne shkojmë në drejtimin tjetër? Çfarë ndodh kur ne zmavojmë? Filloni me veten tuaj. 2 metra. Pastaj zmadhoni në 10 metra. Kjo është madhësia e një shtëpie. Pastaj 100 metra. Kjo është madhësia e një fushore futbolli. Vazhdoni. 1 kilometër. Kjo është madhësia e një qyteti të vogël. 10 kilometra. Kjo është madhësia e një qyteti të madh. Në 100 kilometra, ju filloni të shihni lakoren e tokës. Në 1000 kilometra, ju shihni kontinente. Në 10.000 kilometra, ju shihni planetin e tërë.
Toka ka një diametër prej rreth 12.500 kilometrash. Ajo është një sferë blu që rrotullohet në hapësirë. Por vazhdoni të zmadhoni. Në 100.000 kilometra ju shihni hënën. Në 1.000.000 kilometra ju shihni orbitën e hënës rreth tokës. Në 150 milion kilometra ju arrini në diel. Dieli është një sferë e madhe e gazit të nxehtë, rreth 1.300.000 herë më e madhe se toka. Por edhe dieli është i vogël në shkallë kozmike. Vazhdoni të zmadhoni. Në 5 miliard kilometra ju arrini në orbitën e Neptunit, planeti më i largët në sistemin ton diellor. Por sistemi diellor është vetëm një pikë e vogël në galaktikën tonë. Galaktika, rruga e qumështit, ka një diametër prej rreth 100.000 viteve dritë. Një vit dritë është distanca që drita udhton në një vit, rreth 9 trilion e 500 miliard kilometra. Pra galaktika jon është rreth 950 trilion kilometra në diametër dhe ka rreth 200 miliard yje në galaktikën tonë. Çdo yll mund të ketë planete, çdo planet mund të ketë hëna, çdo hën mund të ketë male dhe lugjina dhe oqeane. Por edhe galaktika jon është vetëm një nga miliarda galaktika në universin e vëzhgueshëm. Galaktika më e afërt, Andromeda, është rreth 2.500.000 vite dritë larg dhe ka galaktika që janë miliarda vite dritë larg. Drita nga këto galaktika ka udhëtuar për miliarda vjet për të arritur tek ne. Kur ne i shohim ato, ne po shohim në të kaluarën. Universi i vëzhgueshëm ka një diametër prej rreth 93 miliard vitesh dritë. Kjo është distanca më e largët që ne mund të shohim, sepse universi ka vetëm rreth 14 miliard vjet. Por edhe kjo nuk është fundi, sepse nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë universi i vëzhgueshëm është vetëm një pjesë e vogël e universit të vërtet. Horizonti i ngjarjeve mund të jetë shumë më larg, dhe përtej horizontit mund të ketë një univers tjetër, universi prind, që është shumë më i madh se çdo gjë që ne mund ta imagjinojmë. Dhe ai univers prind mund të jetë brenda një vrime të zezë në një univers edhe më të madh. Dhe kështu me radhë përgjithmonë. Kjo është hierarkia e shkallës, nga gjatësia Planck në 1.25 miliarda e 1 metri, në universin e vëzhgueshëm në 93 miliard vite dritë, në një hierarki të mundshme të pafundme universish. Dhe në çdo shkallë, ligjet e fizikës mund të jenë të ndryshme. Në shkallën Planck, hapësira dhe koha janë të kuantizuara. Në shkallën atomike, mekanika kuantike dominon. Në shkallën tonë, ligjet klasike funksionojnë. Në shkallën kozmike, relativiteti i përgjithshëm qeveris. Dhe në shkallën e universit prind, mund të ketë ligje që ne nuk i kemi zbuluar ende. Por këtu vjen pyetja kritike. Nëse ligjet ndryshojnë në shkallë të ndryshme, atëherë a ka një shkallë ku analogjia thyhet? A ka një pikë ku krahasimi midis mikro dhe makro nuk funksionon më? Përgjigjja është po. Dhe kjo pikë është pikërisht ajo që na tregon se ne mund të jemi brenda një vrime të zezë. Le të shpjegojmë. Në fizikën klasike ka një parim të quajtur invarianca e shkallës. Kjo do të thotë se ligjet e fizikës duhet të jenë të njëjta në çdo shkallë. Por në realitet, ky parim nuk mbahet. Ligjet ndryshojnë, dhe ato ndryshojnë në mënyra specifike që tregojnë se ka një strukturë themelore në univers. Për shembull, në mekanikën kuantike ka një shkallë karakteristike quajtur gjatësia Compton. Kjo është shkalla ku efektet relativiste bëhen të rëndësishme për një grinc. Për një elektron, gjatësia Compton është rreth 2 pikometër. Kjo do të thotë se nëse ju përpiqeni të lokalizoni një elektron në një rajon më të vogël se 2 pikometër, efektet relativiste fillojnë të dominojnë. Në mënyrë të ngjashme, në relativitetin e përgjithshëm, ka një shkallë karakteristike quajtur rrezja Schwarzschild. Kjo është shkalla ku një objekt bëhet një vrimë e zezë. Për dielin, rrezja Schwarzschild është rreth 3 kilometrash. Kjo do të thotë se nëse ju mund të ngjeshni dielin në një sferë me rreze më të vogël se 3 kilometra, ai do të bëhej një vrimë e zezë. Këto shkallë karakteristike tregojnë se ka kufi në natyrë. Ka pika ku ligjet ndryshojnë, ku analogjit thyhen. Dhe nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë duhet të ketë një shkallë karakteristike që pasqyron madhësinë e vrimës së zezë. Kjo shkallë mund të jetë madhësia e universit të vëzhgueshëm, ose mund të jetë diçka më e madhe, përtej asaj që ne mund të shohim. Por qëllësia është ky.
Nëse ne mund të identifikojmë këtë shkallë, nëse ne mund të matim vetit e saj, atëherë ne mund të përcaktojmë matësinë e vrimes së zezë që ne jemi brenda. Dhe kjo do të na jepte informacion për universin prind. Do të na tregonte se sa i madh është ai univers, sa masiv ishte illi që krijoi vrimen tonë të zezë, sa i vjetër është ai univers. Në qershor të vitit 2024, një grup fizikantësh në Universitetin e Cambridge-it propozoi një metodë të re për të matur këtë shkallë. Ata sugjeruan se nëse ne analizojmë shpërndarjen e galaktikave në shkallë shumë të mëdha, ne mund të zbulojmë një model që pasqyron madhësinë e horizontit të ngjarjeve. Ata përdorën të dhëna nga James Webb dhe teleskop të tjerë për të krijuar një hartë tredimensionale të universit, dhe ata kërkuan për një shkallë karakteristike në shpërndarjen e galaktikave. Ajo që ata gjetën ishte befasuese. Ka një shkallë prej rreth 5 miliard vitesh dritë ku shpërndarja e galaktikave ndryshon. Në këtë shkallë, galaktikat janë të shpërndara në mënyrë relativisht uniforme. Mbi këtë shkallë, shpërndarja bëhet më e strukturuar, me grumbuj dhe fije të mëdha. Kjo shkallë mund të jetë një shenjë e horizontit të ngjarjeve. Ajo mund të jetë kufiri për të cilit vetit e vrimës së zezë fillojnë të ndikojnë në strukturën e universit. Por kjo është ende spekulim. Ne kemi nevojë për më shumë të dhëna, më shumë analiza, më shumë eksperimente. Dhe kjo na çon në një realizim kritik. Shkalla nuk është vetëm një mjet për të matur madhësinë. Ajo është një mjet për të kuptuar strukturën themelore të realitetit. Kur ne zmëdhojmë nga shkalla Planck në shkallën kozmike, ne nuk po shikojmë thjesht objekte më të mëdha. Ne po shikojmë nivele të ndryshme të organizimit, nivele të ndryshme të kompleksitetit, nivele të ndryshme të ligjeve. Dhe në çdo nivel ka një pyetje. Pse ligjet janë ato që janë? Pse konstantet kanë vlerat që kanë? Pse universi ka strukturën që ka? Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë këto pyetje kanë një përgjigje. Ligjet janë ato që janë sepse ato u trashëguan nga universi prind. Konstantet kanë vlerat që kanë sepse ato u optimizuan përmes evolucionit kozmik. Universi ka strukturën që ka sepse ajo pasqyron vetit e vrimes së zezë që e përmban atë. Por kjo ngre një pyetje më të thellë. Nëse ligjet u trashëguan, atëherë nga vijnë ligjet origjinale? Nëse ka një hierarki të pafundme universish, atëherë a ka një grup ligje themelore që ekzistojnë në të gjitha nivelet? Ose ndoshta ligjet vetë evoluojnë? Ndoshta në çdo nivel të hierarkisë, ligjet janë pak të ndryshme. Ndoshta nuk ka ligje absolute, vetëm ligje që funksionojnë në një kontekst të caktuar. Kjo është një ide radikale, por është një ide që po fiton terren në fizikën teorike. Në korrik të vitit 2024, një grup në Institutin Perimeter për Fizikë Teorike publikoi një studim që eksploroi këtë mundësi. Ata krijuan një model matematikor të një hierarkie universish ku ligjet e fizikës ndryshojnë pak në çdo nivel. Ata zbuluan se nëse ndryshimet janë të vogla, atëherë ligjet në nivele të ndryshme mund të jenë të ngjashme, por jo identike. Dhe kjo mund të shpjegojë pse ligjet tona duken kaq të përshtatshme për jetën. Sepse nëse ka një hierarki të pafundme, atëherë diku në atë hierarki duhet të ketë një nivel ku ligjet janë pikërisht të duhurat për të lejuar jetën të shfaqet. Dhe ne jemi në atë nivel, jo sepse jemi të veçantë, por sepse vetëm në nivele të tilla mund të ekzistojnë vëzhgues për të bërë pyetje. Kjo quhet parimi antropik, dhe është një ide kontroverse. Disa fizikantë pranojnë atë, të tjerë refuzojnë si jo shkencore. Por nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë parimi antropik bëhet më pak misteroz. Ai bëhet një pasojë e natyrshme e evolucionit kozmik. Sepse nëse universit të reja lindin nga vrimë të zeza dhe nëse ligjet trashëgohen me ndryshime të vogla, atëherë me kalimin e kohës, universit që prodhojnë më shumë vrimë të zeza do të bëhen më të zakonshme, dhe universit që prodhojnë më shumë vrimë të zeza janë pikërisht ato që mund të mbështesin jetën. Sepse për të prodhuar vrimë të zeza, ju keni nevojë për yje, dhe për të prodhuar yje, ju keni nevojë për kushte që gjithashtu lejojnë jetën. Pra jeta nuk është një aksident, ajo është një pasojë natyrshme e një procesi që ka qenë duke ndodhur përgjithmonë. Por kjo na lë me një pyetje finale për këtë pjesë. Nëse shkalla thyhet, nëse analogjia midis mikro dhe makro nuk funksionon në të gjitha nivelet, atëherë çfarë na tregon kjo për natyrën e realitetit? Përgjigjja është se realiteti nuk është një gjë e vetme, uniforme.
ai është i shtreszuar, ai ka nivele. Dhe çdo nivel ka ligjet e veta, strukturat e veta, vetit e veta. Në shkallën Planck, realiteti është i bërë nga informacioni kuantizuar. Në shkallën atomike, ai është i bërë nga grimca që sillen si val. Në shkallën tonë, ai është i bërë nga objekte solide që ndjekin trajektore të caktuara. Në shkallën kozmike, ai është i bërë nga hapësirë kohë që lakrohet dhe përkulet. Dhe në shkallën e universit prind, ai mund të jetë i bërë nga diçka që ne nuk mund ta imagjinojmë. Por të gjitha këto nivele janë të lidhura. Ato nuk janë të pavarura. Ato janë pjesë të një tërësie më të madhe. Dhe nëse ne mund të kuptojmë se si këto nivele lidhen, nëse ne mund të gjejmë ligjet që i bashkojnë ato, atëherë ne do të kemi një kuptim të vërtetë të natyrës së realitetit. Kjo është sfida e madhe e fizikës moderne, të gjejë një teori të unifikuar që shpjegon gjithçka, nga grimcat më të vogla në universin më të madh. Dhe hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë mund të jetë një hap drejt kësaj teorie. Sepse nëse kjo hipotezë është e saktë, atëherë ajo na jep një kornizë të re për të menduar për realitetin. Ajo na tregon se nivelet e ndryshme nuk janë të shkëputura. Ato janë të lidhura përmes horizonteve të ngjarjeve, përmes procesit të formimit të vrimave të zeza, përmes evolucionit kozmik. Dhe kjo lidhje mund të jetë çelësi për të kuptuar gjithçka. Dhe pikërisht këtu, në këtë pikë të lidhjes, James Webb na solli diçka që askush nuk e priste. Në shtator të vitit 2024, teleskopi detektoi një anomali në spektrin e një galaktike të largët të quajtur GNZ-12. Kjo galaktikë është kaq e largët sa drita e saj ka udhëtuar për më shumë se 13 miliardë gjysmë vjet për të arritur tek ne. Ne e shohim atë siç ishte vetëm 300 milion vjet pas Big Bang, por spektri i saj tregon diçka të çuditshme. Ka një linjë absorbimi që nuk duhet të jetë atje. Një linjë që korespondon me një element që nuk mund të kishte ekzistuar kaq herët në historinë e universit. Elementi është stroncium, një metal i rëndë që prodhohet vetëm në shpërthime supernova. Por për të pasur supernova, ju keni nevojë për yje që të kenë jetuar dhe vdekur, dhe për këtë ju kemi nevojë për kohë. Shumë më shumë kohë se 300 milion vjet. Në modelin standard, yjet e parë filluan të formohen rreth 100 milion vjet pas Big Bang. Ata ishin yje masiv të bërë pothuajse plotësisht nga hidrogjeni dhe heliumi. Këta yje jetuan shpejt dhe vdiqen në supernova duke prodhuar element të rënd. Por edhe yjet më masiv jetojnë për të paktën disa milion vjet. Kjo do të thotë se supernovat e para nuk mund të kenë ndodhur para 105 milion vjetve pas Big Bang. Dhe elementi strontium kërkon jo vetëm një supernova, por një zinshir gjenerata shijore. Ai prodhohet në procese bërthamore specifike që ndodhin vetëm në yje të gjeneratës së dytë ose të tretë. Pra si mund të jetë strontium në një galaktik që ne e shohim vetëm 300 milion vjet pas Big Bang? Ka 3 shpjegime të mundshme, dhe secili prej tyre ka implikacione të thella për pyetjen tonë kryesore. Shpjegimi i parë është se ne kemi gabuar në matjen e distancës. Ndoshta galaktika nuk është aq e largët sa ne menduam. Ndoshta zhvendosja e kuqe që ne matëm nuk pasqyron vetëm zgjerimin e universit. Ndoshta ka një faktor tjetër që po ndikon në spektrin. Por kjo mundësi u testua menjëherë. Ekipet e pavarura në Universitetin e Kalifornisë dhe në Observatorin Evropian Jugor rishikuan të dhënat. Ata përdorën metoda të ndryshme për të llogaritur distancën, dhe të gjitha metodat dhanë të njëjtin rezultat. Galaktika është vërtet aq e largët sa duket. Zhvendosja e kuqe është e saktë, nuk ka gabim në matje. Pra shpjegimi i parë dështon. Galaktika është vërtet 300 milion vjet pas Big Bang. Dhe ajo vërtet përmban strontium. Shpjegimi i dytë është se ka një proces të panjohur që mund të prodhojë strontium shumë më shpejt se sa ne menduam. Ndoshta yjet e parë ishin shumë më masiv se sa ne kemi modeluar. Ndoshta ata jetonin vetëm disa 100.000 vjet dhe pastaj shpërthyen në supernova jashtëzakonisht të fuqishme. Ndoshta këto supernova prodhuan element të rënd në sasi shumë më të mëdha se sa ne kemi parashikuar. Kjo mundësi është më e arsyeshme, dhe ajo është duke u eksploruar nga fizikantë në të gjithë botën. Në tetor të vitit 2024, një grup në Universitetin e Chicagos publikoi një studim që simuloi formimin e yjeve të parë në kushte ekstreme.
Ata zbuluan se nëse dendësia e gazit ishte shumë më e lartë se sa në modelet standarde, atëherë yjet mund të ishin 10 herë më masiv, dhe yje kaq masiv do të jetonin vetëm disa 100.000 vjet. Kjo do të thotë se supernovat e para mund të kenë ndodhur shumë më herët se sa ne menduam, ndoshta vetëm 150 milion vjet pas Big Bang. Por edhe kjo nuk është mjaft, sepse strontium kërkon jo vetëm një supernova, por një zinshir gjeneratash. Ai kërkon që elementet e prodhuar nga supernova e parë të përzihen me gazin ndryjor, të formohen yje të rinj dhe pastaj ata yje të shpërthejnë përsëri. Kjo është një proces që kërkon kohë. Edhe në kushtet më optimiste, kjo do të kërkonte të paktën 100 milion vjet shtesë. Kjo do të thotë se strontium nuk mund të kishte ekzistuar para 250 milion vjetëve pas Big Bang, por ne e shohim atë në 300 milion vjet. Diferenca është vetëm 50 milion vjet. Kjo është shumë e ngushtë. Dhe kjo na çon në shpjegimin e tretë. Shpjegimi i tretë është se universi nuk filloi me Big Bang, ose më saktë, ajo që ne e quajmë Big Bang nuk ishte fillimi i kohës, ishte një tranzicion. Një moment kur materia nga një univers tjetër kaloi përmes një horizonti ngjarjesh dhe filloi të zgjerohej në hapësirën tonë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë materia që formoi galaktikat e para nuk ishte e re. Ajo kishte një histori. Ajo kishte kalluar përmes proceseve bërthamore në universin prind. Ajo tashmë përmbante element të rënd. Dhe kur ajo hyri në universin ton, ajo solli këtë trashëgjimi kimike me vete. Kjo do të shpjegonte pse ne shohim strontium kaq herët, sepse strontium nuk u prodhua në universin ton. Ai u prodhua në universin prind. Ai ishte tashmë atje kur materia kaloi horizontin. Kjo është një ide radikale, por ajo përputet me hipotezën se ne jemi brenda një vrime të zezë. Sepse nëse universi ynë u formua nga një kolaps yjor në një univers tjetër, atëherë materia që ra në vrimen e zezë nuk ishte e pastër. Ajo ishte materie e përpunuar, e pasuruar me element të rënd nga gjeneratat të mëparshme ujore. Dhe kur kjo materie kaloi horizontin e ngjarjeve, ajo solli këtë pasuri kimike në universin ton. Por si mund ta testojmë këtë? Si mund ta dallojmë shpjegimin e tretë nga shpjegimi i dytë? Përgjigja qëndron në detajet e spektrit. Nëse strontium u prodhua në universin ton përmes një procesi të shpejtuar, atëherë raporti i izotopeve të tij duhet të jetë i caktuar. Izotopet janë versione të një elementi me numra të ndryshëm neutronesh. Strontium ka 4 izotope të qëndrueshme dhe raporti i tyre varet nga procesi që i prodhoi ato. Nëse strontium u prodhua në supernova shumë masive, atëherë raporti duhet të jetë i njëjtë me atë që ne shohim në yjet e vjetër në galaksin ton. Por nëse strontium erdhi nga universi prind, atëherë raporti mund të jetë i ndryshëm, sepse proceset bërthamore në universin prind mund të kenë qenë të ndryshme. Ligjet e fizikës mund të kenë qenë pak të ndryshme, dhe kjo do të linte një shenjë në raportin e izotopeve. Në nëntor të vitit 2024, një ekip në Universitetin e Tokios propozoi një metodë të re për të matur raportin e izotopeve të strontiumit në galaktika të largëta. Ata përdorën një teknik të quajtur spektroskopi me rezolucion të lartë. Kjo teknik mund të dallojë linjat spektrale shumë të afërta që korespondojnë me izotope të ndryshme. Dhe ata aplikuan këtë teknik në të dhënat nga James Webb. Rezultatet nuk janë ende përfundimtare, por ka një tregues interesant. Raporti i izotopeve në GN-12 duket se është pak i ndryshëm nga raporti në yjet e vjetër në galaksin ton. Diferenca është e vogël, vetëm disa përqind, por ajo është statistikisht domethënëse. Dhe nëse kjo konfirmohet me të dhëna shtesë, do të ishte një provë fortë se strontium nuk u prodhua në universin ton. Ai erdhi nga diku tjetër. Ai erdhi nga universi prind. Por le të jemi të qartë, kjo nuk është provë përfundimtare, ka ende shumë pasiguri, ka ende shpjegime alternativie, por është një tregues, një anomali tjetër që përputet me hipotezën se ne jemi brenda një vrime të zezë. Dhe kur ju shtoni këtë anomali me të gjitha anomalitë tjera që kemi diskutuar, galaktikat e pjekura të hershme, asimetrim në rrezatimin kozmik të sfondit, ndryshimin e energjisë së errët, shkallën karakteristike në shpërndarjen e galaktikave, modeli fillon të bëhet i qartë. Të gjitha këto anomali tregojnë në të njëjtën drejtim. Ato tregojnë se universi ynë ka një strukturë që nuk shpjegohet nga modeli standard.
Dhe kjo strukturë përputet me atë që do të prisnim nëse ne jemi brenda një vrime të zezë. Por tani le të shkojmë edhe më thellë. Le të shqyrtojmë një aspekt që kemi prekur vetëm shkurtimisht. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë çfarë rreth kufirit? Çfarë rreth horizontit të ngjarjeve? A mund ta shohim atë? A mund ta matim atë? Përgjigjja është komplekse. Horizonti i ngjarjeve nuk është një objekt fizik. Ai nuk është një sipërfaqe solide. Ai është një kufi matematikor në hapësirë kohë. Është vendi ku shpejtësia e arratisjes bëhet e barabartë me shpejtësinë e dritës. Nga perspektiva jonë brenda, ne nuk mund ta shohim horizontin drejt për drejt, sepse drita nga horizonti nuk mund të na arrijë. Ajo është duke u tërhequr përgjithmonë larg nga ne me shpejtësinë e dritës. Por ne mund të shohim efektet e horizontit. Ne mund të shohim se si ai ndikon në strukturën e universit. Dhe një nga efektet më interesante është ajo që quhet efekti i horizontit të ngjarjeve në rrezatimin kozmik të sfondit. Rrezatimi kozmik i sfondit është drita më e vjetër në univers. Ai u lirua kur universi ishte vetëm 380.000 vjet i vjetër. Në atë kohë, universi ishte aq i nxehtë sa atomet nuk mund të ekzistonin. Materia ishte një plazmë e elektroneve dhe protoneve të lira, dhe kjo plazmë ishte e errët, sepse drita nuk mund të udhëtonte përmes saj. Por kur universi u ftoh mjaftueshëm, elektronet dhe protonet u kombinuan për të formuar atomet e hidrogjenit. Dhe në atë moment, drita u lirua. Ajo filloi të udhëtojë lirshëm përmes hapësirës, dhe ajo ka qenë duke udhëtuar që atëherë. Kjo dritë ka një temperaturë sot prej rreth 2.7 gradë Kelvin. Ajo është në spektrin e mikrovalve, dhe ajo është pothuajse plotësisht uniforme në të gjitha drejtimet. Por jo plotësisht. Ka fluktuacione të vogla në temperaturë, rreth 1 pjesë në 100.000. Këto fluktuacione tregojnë se materia nuk ishte shpërndarë plotësisht uniformisht. Ka rajon që ishin pak më të dendura dhe rajon që ishin pak më pak të dendura. Dhe këto diferenca të vogla u rriten me kalimin e kohës për të formuar galaktikat dhe grumbujt e galaktikave që ne shohim sot. Por ka një veçori interesante në këto fluktuacione. Ato kanë një shkallë karakteristike. Ka një matësi tipike për rajonet më të dendura dhe më pak të dendura. Kjo shkallë është rreth 1 grad në qiell, dhe ajo korespondon me një distancë fizike prej rreth 150 milion vitesh dritë në kohën kur rrezatimi u lirua. Në modelin standard, kjo shkallë shpjegohet nga procese kuantike gjatë inflacionit. Inflacioni ishte një periudhë zgjerimi të shpejtë menherë pas Big Bang. Gjatë inflacionit, fluktuacionet kuantike u zmadhuan në shkallë kozmike dhe madhësia e këtyre fluktuacioneve përcaktoi shkallën karakteristike që ne shohim në rrezatimin kozmik të sfondit. Por nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë ka një shpjegim alternativ. Shkala karakteristike mund të reflektojë matësinë e horizontit të ngjarjeve. Ajo mund të jetë një shenjë kufirit që na ndan nga universi prind. Për ta kuptuar këtë, le të mendojmë se çfarë ndodh kur materia bie në një vrim të zezë. Kur materia afrohet horizontit të ngjarjeve, ajo fillon të përjetojë efekte të forta gravitacionale. Hapësira koha përkulet shumë, dhe kjo përkulje krijon një gradient në densitet. Materia që është më afër horizontit përjeton një tërheqje më të fortë se materia që është më larg. Kjo krijon një model të fluktuacioneve në densitet, dhe matësia e këtij modeli varet nga matësia e horizontit. Nëse horizonti është i madh, modeli është i madh. Nëse horizonti është i vogël, modeli është i vogël. Tani, kur kjo materie kalon horizontin dhe fillon të zgjerohet në universin ton, modeli i fluktuacioneve ruhet. Ai bëhet modeli që ne shohim në rrezatimin kozmik të sfondit. Dhe shkalla karakteristike e këtij modeli na tregon madhësinë e horizontit. Në dhjetor të vitit 2024, një grup në Universitetin e Cambridge-it publikoi një analizë të re të rrezatimit kozmik të sfondit. Ata përdorën të dhëna nga sateliti Planck dhe nga teleskop të tjerë për të krijuar një hartë me rezolucion të lartë të fluktuacioneve. Dhe ata kërkuan për një model që do të ishte në përputhje me një horizont ngjarjesh. Ajo që ata gjetën ishte befasuese. Ka një model i vogël, pothuajse i padukshëm, që nuk shpjegohet nga modeli standard i inflacionit. Ky model ka një shkallë prej rreth 5 gradësh në qiell, dhe ai korespondon me një distancë fizike prej rreth 750 milion vitesh dritë në kohën kur rrezatimi u lirua.
Kjo shkallë është shumë më e madhe se shkalla karakteristike kryesore, por ajo është pikërisht ajo që do të prisnim nëse ka një horizont ngjarjesh. Sepse horizonti do të krijonte një model në shkallë të madhe që do të mbingarkohet mbi modelin në shkallë të vogël nga fluktuacionet kuantike. Por edhe kjo nuk është provë përfundimtare. Modeli është i vogël. Ai është në kufirin e asaj që ne mund të matim, dhe ka shpjegime të tjera të mundshme. Ndoshta është një artefakt i procesit të matjes, ndoshta është një efekt i panjohur i plazmës në universin e hershëm. Por nëse kjo konfirmohet me të dhëna shtesë, do të ishte një tregues shumë i fortë se ka një horizont ngjarjesh, dhe kjo do të mbështeste hipotezën se ne jemi brenda një vrime të zezë. Tani le të mendojmë për një moment se çfarë do të thotë kjo për kuptimin ton të realitetit. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë çdo gjë që ne e konsiderojmë si realitet është e kushtzuar nga fakti se ne jemi brenda këtij horizonti specifik. Ligjet e fizikës që ne zbulojmë, konstantet që ne matim, struktura që ne vëzhgojmë, të gjitha janë të kushtzuara nga vetit e vrimës së zezë që na përmban. Në një univers tjetër, me një horizont tjetër, gjithçka mund të jetë ndryshme. Yjet mund të kenë ngjyra të ndryshme, galaktikat mund të kenë forma të ndryshme, jeta mund të ketë kimikate të ndryshme, ose ndoshta jeta nuk do të ekzistonte fare. Kjo na çon në një realizim të thellë. Realiteti nuk është absolut, ai është relativ. Ai varet nga konteksti. Dhe konteksti ynë është se ne jemi brenda një vrime të zezë në një univers më të madh. Por kjo ngrej një pyetje edhe më të thellë. Nëse realiteti është relativ, atëherë çfarë është absolute? A ka diçka që ekziston pavarësisht nga konteksti? A ka ligje që janë të vërteta në të gjitha universe, në të gjitha nivelet e hierarkisë? Kjo është një nga pyetjet më themelore të filozofisë dhe fizikës, dhe përgjigja nuk është e qartë. Disa fizikantë besojnë se ka ligje absolute. Ata besojnë se ka një grup ekuacionesh themelore që përshkruajnë të gjithë realitetin, pavarësisht nga konteksti. Këto ekuacione mund të jenë ekuacionet e teorisë së vargut, ose ekuacionet e gravitetit kuantik, ose diçka që ne nuk e kemi zbuluar ende. Të tjerë besojnë se nuk ka ligje absolute. Ata besojnë se çdo ligj është i kushtzuar nga konteksti. Dhe në kontekste të ndryshme, ligjet janë të ndryshme. Nuk ka një grup ekuacionesh që përshkruajnë gjithçka. Ka vetëm ekuacione që funksionojnë në një kontekst të caktuar. Hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë mbështet pikpamjen e dytë, sepse nëse ka një hierarki të pafundme universish, secili me ligjet e veta, atëherë nuk ka kuptim të flasësh për ligje absolute. Ka vetëm ligje që funksionojnë në një nivel të caktuar të hierarkisë. Por kjo nuk do të thotë se gjithçka është e rastishme, sepse edhe nëse ligjet ndryshojnë nga një nivel në tjetrin, ato ndryshojnë në mënyra të caktuara. Ato evoluojnë, ato trashëgohen, ato optimizohen. Dhe kjo krijon një model, një strukturë, një rregull. Edhe nëse nuk ka ligje absolute, ka një proces absolut. Procesi i evolucionit kozmik, procesi i formimit të vrimave të zeza, procesi i krijimit të universeve të reja. Dhe ky proces mund të jetë ajo që është vërtet themelore, jo ligjet vet, por procesi që i krijon ato. Kjo është një ide e thellë, dhe ajo ka implikacione të mëdha për mënyrën se si ne duhet të mendojmë për shkencën. Shkenca tradicionalisht ka kërkuar për ligje absolute. Ajo ka kërkuar për ekuacione që përshkruajnë gjithçka. Por nëse ligjet nuk janë absolute, atëherë qëllimi i shkencës duhet të ndryshojë. Në vend që të kërkojmë për ligje absolute, ne duhet të kërkojmë për procese themelore. Në vend që të pyesim çfarë janë ligjet, ne duhet të pyesim si evoluojnë ligjet. Në vend që të kërkojmë për një teori përfundimtare, ne duhet të kërkojmë për një kuptim të procesit që krijon teori. Dhe kjo është pikërisht ajo që hipoteza e Smolin na fton të bëjmë. Ajo na fton të mendojmë për universin jo si një entitet statik me ligje të përhershme, por si një sistem dinamik që evoluon dhe krijon ligje të reja. Por tani, le të kthehemi në pyetjen tonë kryesore. A jemi ne brenda një vrime të zezë? Deri tani, ne kemi parë se kjo hipotezë shpjegon shumë anomali. Ajo shpjegon galaktikat e pjekura të hershme, ajo shpjegon strontiumin në GNZ12, ajo shpjegon asimetrinë në rrezatimin kozmik të sfondit, ajo shpjegon shkallën karakteristike në shpërndarjen e galaktikave, ajo shpjegon pse konstantet themelore kanë vlerat që kanë. Por a është kjo mjaft?
A mund të themi me siguri se ne jemi brenda një vrime të zezë? Jo ende, sepse ka ende pyetje të hapura, ka ende anomali që nuk shpjegohen plotësisht, ka ende eksperimente që duhen bërë dhe ka ende të dhëna që duhen mbledhur. Por ka një gjë që ne mund ta themi me siguri. Hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë nuk është më një ide e çmendur. Ajo nuk është më një spekulim filozofik. Ajo është një hipotezë shkencore e testuar që ka mbështetje nga të dhënat. Dhe kjo është një ndryshim i madh. Sepse për herë të parë në histori, ne kemi mjetet për të testuar një ide që dikur duke e patestuar. Ne kemi teleskop që mund të shohin në thellësinë e universit. Ne kemi detektor që mund të matin fluktuacione të vogla në rrezatimin kozmik të sfondit. Ne kemi kompjuter që mund të simulojnë evolucionin e universive. Dhe ne kemi teori matematikore që mund të parashikojnë se çfarë duhet të shohim nëse hipoteza është e saktë. Kjo është një moment i jashtëzakonshëm në shkencë. Ne jemi në prag të një zbulimi që mund të ndryshojë gjithçka. Një zbulim që mund të na tregojë se realiteti është shumë më i madh, shumë më kompleks, shumë më i mahniqëm se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Por edhe nëse ne nuk gjejmë një provë përfundimtare, procesi i kërkimit ka vlerë. Sepse në procesin e kërkimit, ne po mësojmë gjëra të reja për universin. Ne po zbulojmë anomali që nuk i kemi parë më parë. Ne po zhvillojmë teori të reja që shpjegojnë këto anomali. Ne po ndërtojmë instrumente të reja që na lejojnë të shohim më thellë dhe më qartë. Dhe ne po zgjirojmë kufirin e asaj që ne e dimë se është e mundur. Dhe kjo na çon në një realizim të fundit për këtë pjesë. Shkenca nuk është vetëm për të gjetur përgjigje. Ajo është për të bërë pyetje. Ajo është për të sfiduar supozimet tona. Ajo është për të eksploruar mundësi që duken të pamundura. Dhe hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë është një nga pyetjet më të guximshme që shkenca ka bërë ndonjëherë. Ajo na detyron të mendojmë për universin në një mënyrë krejtësisht të re. Ajo na detyron të pyesim nëse ajo që ne e quajmë realitet është vetëm një pjesë e vogël e një realiteti shumë më të madh. Ajo na detyron të konsiderojmë mundësinë se ne jemi pjesë e një hierarkie të pafundme universish, secili duke lindur nga tjetri, secili duke krijuar të tjerë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ekzistenca jonë nuk është e rastësishme. Ajo është e pashmangshme. Ajo është një shprehje e një procesi që ka qenë duke ndodhur përgjithmonë dhe do të vazhdojë përgjithmonë. Por çfarë rreth kufive të kësaj hipoteze? Çfarë rreth gjërave që ajo nuk mund të shpjegojë? Sepse çdo teori shkencore ka kufi. Çdo teori ka një fushë ku ajo funksionon dhe një fushë ku ajo dështon. Dhe është e rëndësishme të jemi të ndershëm për këto kufi. Hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë shpjegon shumë, por ajo nuk shpjegon gjithçka. Për shembull, ajo nuk shpjegon se çfarë ndodh në vetë singularitetin e vrimës së zezë. Sipas relativitetit të përgjithshëm, në qendër të një vrime të zezë ka një singularitet, një pikë ku densija bëhet e pafundme dhe ligjet e fizikës thyen. Por ne nuk e dimë se çfarë ndodh vërtet atje. Ndoshta ka një strukturë kuantike që parandalon singularitetin. Ndoshta hapësira koha vetë ndryshon në një mënyrë që ne nuk e kuptojmë. Ndoshta ka një nivel tjetër të realitetit që ne nuk e kemi zbuluar ende. Gjithashtu, hipoteza nuk shpjegon se pse ekziston diçka në vend të asgjëje. Nëse ka një hierarki të pafundme universish, atëherë pyetja bëhet jo pse ekziston universi ynë, por pse ekziston hierarkia? Pse ka një proces që krijon universe? Pse nuk ka thjesht asgjë? Kjo është një pyetje filozofike që shkenca mund të mos jetë në gjendje ta përgjigjet ndonjëherë, sepse çdo përgjigje shkencore kërkon një shkak. Dhe nëse ka një hierarki e pafundme shkaqesh, atëherë nuk ka një shkak të parë. Nuk ka një përgjigje përfundimtare. Ka vetëm një zinxhir i pafundëm i shkaqeve dhe pasojave. Por ndoshta kjo është pikërisht pika. Ndoshta pyetja pse ekziston diçka nuk ka një përgjigje. Ndoshta ekzistenca vetë është themelore. Ndoshta nuk ka nevojë për një shkak të parë. Ka vetëm një proces i pafundëm i krijimit dhe evolucionit. Dhe ne jemi pjesë e këtij procesi. Ne jemi një shprehje e tij. Ne jemi një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm për veten e tij. Kjo është një mendim i mahniqëm, por është gjithashtu një mendim që ngre pyetje të reja. Nëse ne jemi një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm, atëherë çfarë rreth formave të tjera të vetëdijes?
Çfarë rreth jetës në universe të tjera? Çfarë rreth inteligjencave që mund të jenë shumë më të avancuara se ne? Nëse ka një hierarki të pafundme universish, atëherë duhet të ketë një hierarki të pafundme formash jete. Disa forma mund të jenë më primitive se ne, të tjera mund të jenë shumë më të avancuara, dhe disa mund të jenë kaq të avancuara sa ne nuk do t'i njihnim si jetë fare. Ato mund të jenë entitete që ekzistojnë në shkallë kozmike. Ato mund të jenë struktura që përfshin galaktika të tëra. Ato mund të jenë procese që ndodhin në shkallë kohore prej miliarda vjetësh. Dhe ne, me jetët tona të shkurtra dhe perspektivat tona të kufizuara, mund të jemi plotësisht të pavetëdijshëm për ekzistencën e tyre. Kjo është një mendim i përullshëm, por është gjithashtu një mendim që na jep shpresë, sepse nëse ka forma të tjera jete, forma të tjera inteligjence, atëherë ne nuk jemi vetëm. Ne jemi pjesë e një komuniteti kozmik. Dhe edhe nëse ne nuk mund të komunikojmë me antarët e tjerë të këtij komuniteti, ne mund të dimë se ata janë atje. Ne mund të dimë se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe. Dhe kjo njohuri mund të na jap një kuptim të ri të qëllimit, sepse nëse ne jemi pjesë e një procesi kozmik të krijimit dhe evolucionit, atëherë çdo gjë që ne bëjmë kontribuon në atë proces. Çdo zbulim që ne bëjmë, çdo ide që ne krijojmë, çdo vepër arti që ne prodhojmë, është një pjesë e evolucionit të universit. Ne nuk jemi thjesht vëzhgues pasiv, ne jemi pjesëmarrës aktiv. Ne jemi bashkëkrijues të realitetit. Dhe kjo na çon në një realizim final. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, nëse ne jemi pjesë e një hierarkie të pafundme universish, atëherë përgjegjësia jon nuk është vetëm ndaj vetes son ose ndaj planetit ton. Ajo është ndaj të gjithë procesit kozmik. Çdo veprim që ne ndërmarrim ka pasoja që shtrihen përtej asaj që ne mund ta shohim. Çdo zgjedhje që ne bëjmë mund të ndikojë në universe që ende nuk kanë lindur. Kjo është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, por është gjithashtu një mundësi e jashtëzakonshme. Sepse nëse ne mund të kuptojmë rolin ton në këtë proces, nëse ne mund të veprojmë me vetdije dhe përgjegjësi, atëherë ne mund të kontribuojmë në evolucionin pozitiv të realitetit. Ne mund të ndihmojmë në krijimin e universeve që janë më të mira, më të pasura, më të afta për të mbështetur jetën dhe vetëdijen. Kjo është vizioni që hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë na ofron. Jo vetëm një shpjegim të anomalive që ne vëzhgojmë, por një perspektivë të re për kuptimin dhe qëllimin ton. Një perspektivë që na lidh me një realitet shumë më të madh se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Dhe një perspektivë që na fton të marrim përgjegjësi për rolin ton në evolucionin e vazhdueshëm të kozmosit. Por tani le të ndalemi për një moment. Le të bëjmë një hap prapa dhe të shohim imazhin e plot. Ne kemi udhëtuar nga të dhënat e James Webb në thellësitë e teorisë së vrimave të zeza. Ne kemi eksploruar mundësinë se universi ynë është brenda një vrime të zezë. Ne kemi parë se si kjo hipotezë shpjegon anomali që nuk shpjegojnë lehtësisht në modeli standard. Por çfarë do të thotë vërtet kjo për natyrën e realitetit? Ekzistojnë 3 mënyra themelore për të menduar për këtë pyetje. 3 perspektiva filozofike që secila ofron një kuptim të ndryshëm. Perspektiva e parë është materialistike. Sipas kësaj pikpamjeje, Realiteti është thjesht materie dhe energji që ndërveprojnë sipas ligjeve fizike. nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, kjo është thjesht një fakt fizik. Nuk ka kuptim më të thellë, nuk ka qëllim, ka vetëm shkaqe dhe pasoja. Universi prind krijoi vrimën e zezë. Vrime zezë krijoi universin ton. Ne ekzistojmë sepse ligjet e fizikës e lejuan atë. Asgjë më shumë. Kjo perspektivë ka një thjeshtësi tërheqëse. Ajo nuk kërkon shpjegime metafizike. Ajo nuk kërkon qëllime kozmike. Ajo thjesht pranon faktet dhe përpiqet t'i kuptojë ato. Por ajo lën një ndjenjë boshllëku, sepse nëse nuk ka kuptim, nëse nuk ka qëllim, atëherë pse duhet të na interesojë? Pse duhet të kërkojmë të kuptojmë? Perspektiva e dytë është idealistike. Sipas kësaj pikpamjeje, realiteti nuk është vetëm materie. Ai është gjithashtu informacion, strukturë, model. Dhe këto modele kanë një bukuri, një elegancë, një rregull që sugjeron diçka më të thellë. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, kjo nuk është një aksident. Kjo është pjesë e një dizajni më të madh, një proces që krijon kompleksitet, që krijon strukturë, që krijon jetë dhe vetdije.
Kjo perspektivë ofron kuptim. Ajo sugjeron se ekzistenca jon ka një qëllim edhe nëse ne nuk e kuptojmë plotësisht atë qëllim. Por ajo ngre pyetje të vështira. Kush ose çfarë krijoi këtë dizajn? Nëse ka një qëllim, kush e vendosi atë? Dhe nëse nuk ka një krijues, atëherë si mund të ketë një dizajn? Perspektiva e tretë është procesualistike. Sipas kësaj pikpamjeje, realiteti nuk është as thjesht materie, as thjesht ide. Ai është një proces, një evolucion i vazhdueshëm, një krijim i vazhdueshëm. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, kjo është pjesë e një procesi që ka qenë duke ndodhur përgjithmonë. Nuk ka një fillim, nuk ka një fund, ka vetëm transformim të vazhdueshëm. Kjo perspektivë bashkon elementet e dy të tjerave. Ajo pranon realitetin fizik të materjes dhe energjisë, por ajo gjithashtu njeh modelet, strukturat, rregullin që lind nga ndërveprimet e tyre. Dhe ajo se këto modele jo si statike, por si dinamike, jo si të dhëna, por si të krijuara vazhdimisht. Cila nga këto perspektiva është e saktë? Ndoshta asnjëra. Ndoshta të gjitha. Ndoshta pyetja vetë është e gabuar, sepse ndoshta realiteti nuk mund të kapet plotësisht nga asnjë perspektive vetme. Ndoshta ai kërkon një sintezë, një mënyrë të re të menduarit që shkon përtej kategorive tona të zakonshme. Por pavarësisht se cilën perspektivë ne zgjedhim, ka një gjë që mbetet e qartë. Ne nuk e dim gjithçka. Ne nuk mund ta dim gjithçka. Ka kufi themelore në njohurinë tonë. Le të jemi të ndershëm për këto kufi. Le të pranojmë se çfarë ne nuk dim. Ne nuk e dim se çfarë ndodh në singularitetin e një vrime të zezë. Ekuacionet tona fyhen atje. Ligjet tona nuk funksionojnë. Ne mund të spekulojmë, ne mund të krijojmë teori, por ne nuk mund të testojmë ato, sepse asnjë informacion nuk mund të dalë nga një singularitet. Ne nuk e dim se çfarë është materia e errët. Ne e dim se ajo ekziston sepse ne shohim efektet e saj gravitacionale. Por ne nuk e dim se çfarë është ajo. A është një grimcë e re? A është një modifikim i gravitacionit? A është diçka krejtësisht e ndryshme që ne nuk e kemi imagjinuar ende? Ne nuk e dim se çfarë është energjia e errët. Ne e dim se ajo po shkakton zgjerimin e përshpejtuar të universit, por ne nuk e dim se çfarë është ajo. A është një konstante kozmologjike? A është një fushë dinamike? A është një efekt i një dimensioni shtesë që ne nuk mund ta perceptojmë? Ne nuk e dim se si lind vetëdia. Ne e dim se truri prodhon mendime, ndjenja, përvojë subjektive, por ne nuk e dim si. Si bëhen sinjalet elektrike në neurone një përvojë e kuqes, e dhimbjes, e dashurisë. Kjo quhet problemi i vështirë i vetëdijes, dhe ne nuk kemi një përgjigje. Ne nuk e dim se çfarë është koha. Ne e matim atë, ne e përdorim atë, por ne nuk e kuptojmë atë. A është koha themelore apo e lindur? A rrjedh ajo vërtet, apo është kjo një iluzion? A ka një tani objektiv, apo është tani thjesht një perspektivë subjektive? Ne nuk e dim nëse ka universi të tjera. Ne kemi teori që sugjerojnë se po. Teoria e kordave sugjeron një peizazh të gjerë të universive të mundshme, inflacioni i përjetshëm sugjeron një multivers të pafundëm. Hipoteza e vrimës së zezë sugjeron një hierarki të universive. Por ne nuk kemi prova të drejtë për drejta. Ne nuk mund t'i shohim këto universi të tjera. Ndoshta ne nuk do të mundemi kurrë. Ne nuk e dim nëse ligjet e fizikës janë të njëjta kudo. Ne supozojmë se po. Ne ndërtojmë teoritë tona mbi këtë supozim, por ne nuk mund ta testojmë atë përtej universit ton të vëzhgueshëm. Ndoshta në rajone të largëta ligjet janë të ndryshme. Ndoshta konstantet kanë vlera të ndryshme. Ndoshta vetë fizika është e ndryshme. Ne nuk e dim nëse ka një teori përfundimtare. Ne kemi kërkuar për një teori të gjithçkaje për dekada. Një teori që bashkon mekanikën kuantike dhe relativitetin e përgjithshëm. Një teori që shpjegon të gjitha grincat, të gjitha forcat, të gjitha ndërveprimet. Por ne nuk e kemi gjetur atë. Ndoshta ajo ekziston, ndoshta jo. Ndoshta realiteti është shumë i pasur, shumë kompleks. Për t'u kapur nga një teori e vetme, dhe më e rëndësishmja, ne nuk e dim pse ekziston diçka në vend të asgjëje. Kjo është pyetja më themelore e të gjitha.
dhe ne nuk kemi një përgjigje. Ne mund të shpjegojmë se si universi evoluoi nga Big Bang, ne mund të shpjegojmë se si formohen yjet dhe galaktikat, ne mund të shpjegojmë se si lindi jeta, por ne nuk mund të shpjegojmë pse ka një univers fare. Këto janë kufijtë e një horizon, këto janë pyetjet që mbeten të hapura, dhe ndoshta disa prej tyre do të mbeten të hapura për gjithmonë. Por kjo nuk është një dështim, kjo është një mundësi, sepse kufijtë e një horizon janë pikërisht ku fillon zbulimi. Ato janë ku imagjinata jon mund të fluturojë, ato janë ku ne mund të bëjmë pyetje të reja, të krijojmë teori të reja, të eksplorojmë mundësi të reja. Dhe kjo na çon në një realizim kritik. Shkenca nuk është për të gjetur të gjitha përgjigjet. Ajo është për të bërë pyetje më të mira. Ajo është për të zgjeruar kufirin e asaj që ne e dim se është e mundur. Ajo është për të sfiduar supozimet tona dhe për të eksploruar territorin e panjohur. Hipoteza se ne jemi brenda një vrime të zezë është pikërisht një shembull i kësaj. Ajo na detyron të mendojmë për universin në një mënyrë krejtësisht të re. Ajo na detyron të pyesim pyetje që ne nuk i kemi bërë më parë. Ajo na detyron të konsiderojmë mundësi që duken të çmendura, por ndoshta ajo që duket e çmendur sot do të jetë e zakonshme nesër. Ndoshta ajo që duket e pamundur tani do të jetë e dukshme më vonë. Sepse historia e shkencës është plot me ide që dikur u refuzuan si të çmendura dhe më vonë u pranuan si të vërteta. Toka nuk është qendra e universit. Dielli nuk është qendra e galaktikës. Galaktika jon nuk është e vetmja galaktik. Universi nuk është statik. Ai po zgjerohet, ai po përshpejtohet, dhe ndoshta ai është brenda një vrime të zezë. Çdo hap në këtë udhtim ka kërkuar një ndryshim në perspektivën tonë, një gatishmëri për të lënë pas supozimet tona, një guxim për të pranuar se ne mund të kemi gabuar. Dhe tani, ne jemi në një pikë të re në këtë udhtim. Ne jemi duke shikuar të dhëna që sfidojnë modelin ton standard. Ne jemi duke parë anomali që kërkojnë shpjegime të reja. Ne jemi duke konsideruar hipoteza që dikur do të ishin e refuzuar si spekulimi i pastër. Por kjo është pikërisht ajo që shkenca duhet të bëjë. Ajo duhet të jetë e hapur për mundësi të reja. Ajo duhet të jetë e gatshme për të ndryshuar mendje kur të dhënat e kërkojnë atë. Ajo duhet të jetë e guximshme në eksplorimin e territorit të panjohur. Dhe kjo na kthehet në pyetjen me të cilën ne filluam. A jetojmë ne brenda një vrime të zezë? Përgjigjja e ndershme është se ne nuk e dim. Ne kemi të dhëna që sugjerojnë se kjo mund të jetë e mundur. Ne kemi teori që shpjegojnë se si kjo mund të funksionojë. Ne kemi parashikime që mund të testohen, por ne nuk kemi një provë përfundimtare. Dhe ndoshta, ne nuk do të kemi kurrë një provë përfundimtare, sepse nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, atëherë ne nuk mund të shohim jashtë. Ne nuk mund të vëzhgojmë universin prind. Ne nuk mund të testojmë drejt për drejt hipotezën. Por kjo nuk do të thotë se hipoteza është e pavlefshme. Sepse edhe nëse ne nuk mund të aprovuam atë drejt për drejt, ne mund të testojmë atë tërthorazi. Ne mund të kërkojmë përpasoja që do të ishin të vërteta nëse hipoteza është e saktë. Ne mund të krahasojmë parashikimet me vëzhgjimet. Ne mund të shohim nëse hipoteza shpjegon më shumë se sa alternativat. Dhe deri tani, hipoteza po qëndron mirë. Ajo shpjegon galaktikat e pjekura të hershme. Ajo shpjegon strontiumin në GNZ22. Ajo shpjegon asimetrinë në rrezatimin kozmik të sfondit. Ajo shpjegon shkallën karakteristike në shpërndarjen e galaktikave. Ajo shpjegon vlerat e konstanteve themelore, por ajo gjithashtu ngre pyetje të reja. Ajo na detyron të mendojmë për natyrën e kohës, të hapësirës, të realitetit vetë. Ajo na detyron të konsiderojmë mundësinë se universi ynë është vetëm një nga një numër i pafundëm universish. Ajo na detyron të pyesim se çfarë do të thotë të ekzistosh, të jesh i vetëdijshëm, të kesh kuptim. Dhe këto janë pyetje që shkojnë përtej fizikës. Këto janë pyetje filozofike, pyetje ekzistenciale, pyetje që njerëzit i kanë bërë për mijëra vjet. Por tani, për herë të parë, ne kemi mjetet për t'i trajtuar këto pyetje jo vetëm si filozofi, por si shkencë. Ne mund të bëjmë vëzhgjime, ne mund të mbledhim të dhëna, ne mund të testojmë hipoteza. Ne mund të ndërtojmë teori që bëjnë parashikime të sakta. Kjo është një moment i jashtëzakonshëm në historinë e njerëzimit. Ne jemi duke jetuar në një kohë kur pyetjet më të mëdha të ekzistencës po bëhen pyetje shkencore.
kur misteret më të thella të realitetit po bëhen të aksesueshme për hetim empirik. Por çfarë do të thotë kjo për ne si individ? Si ndryshon kjo mënyrën se si duhet të jetojmë jetët tona? Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, nëse ne jemi pjesë e një hierarkie të pafundme universish, atëherë çdo gjë që ne bëjmë është pjesë e një procesi shumë më të madh. Çdo mendim që ne kemi, çdo zgjedhje që ne bëjmë, çdo veprim që ne ndërmarrim është duke kontribuar në evolucionin e kozmosit. Kjo nuk do të thotë se ne jemi të rëndësishëm në një kuptim kozmik. Ne jemi ende që një të vogla në një planet të vogël, rreth një ili mesatar në një galaktik mesatare në një univers që mund të jetë vetëm një nga shumë. Por do të thotë se ne jemi të lidhur, ne jemi pjesë e një tërësie më të madhe. Ne nuk jemi të izoluar, të shkëputur, të vetmuar. Ne jemi pjesë e një rjeti të ndërlidhur të shkaqeve dhe pasojave që shtrihet në të gjithë realitetin. Dhe kjo lidhje na jep përgjegjësi, sepse nëse veprimet tona kanë pasoja që shtrihen përtej asaj që ne mund ta shohim, atëherë ne duhet të veprojmë me kujdes. Ne duhet të mendojmë jo vetëm për pasojat e menjëhershme, por për pasojat afatgjata. Jo vetëm për veten tonë, por për gjeneratat e ardhshme. Jo vetëm për planetin ton, por për universin. Por ajo gjithashtu na jep shpresë, sepse nëse ne jemi pjesë e një procesi të vazhdueshëm të krijimit dhe evolucionit, atëherë e ardhmja nuk është e fiksuar. Ajo nuk është e paraqaktuar. Ajo është e hapur. Ajo është duke u krijuar nga zgjedhjet që ne bëjmë çdo ditë. Ne nuk jemi thjesht produkte të procesit, ne jemi pjesëmarrës në të. Ne jemi bashkëkrijues të realitetit. Dhe kjo na jep një fuqi të jashtëzakonshme. Fuqinë për të formësuar të ardhmen, fuqinë për të kontribuar në evolucionin e kozmosit, fuqinë për të bërë një ndryshim që mund të zgjasë përtej jetës son, përtej planetit ton, përtej universit ton. Por me këtë fuqi vjen përgjegjësi. Përgjegjësia për të përdorur atë me mençuri. Përgjegjësia për të menduar për pasojat e veprimeve tona. Përgjegjësia për të vepruar jo vetëm për interesin ton të ngushtë, por për të mirën më të madhe. Dhe kjo na kthehet në pyetjen themelore. Çfarë është e mira më e madhe? Çfarë duhet të jetë qëllimi ynë? Çfarë duhet të përpiqemi të arrijmë? Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, nëse ne jemi pjesë e një procesi evolucionar kozmik, atëherë ndoshta qëllimi ynë është të kontribuojmë në atë proces, të krijojmë kompleksitet, të krijojmë strukturë, të krijojmë bukuri, të krijojmë jetë, të krijojmë vetëdije. Sepse këto janë gjërat që procesi kozmik duket se po krijon, nga kaosi në rregull, nga thjeshtësia në kompleksitet, nga materia e pajetë në jetën, nga jeta në vetëdije, nga vetëdia në vetëdije të vetëdijshme. Ne jemi pjesë e këtij procesi. Ne jemi një shprehje e tij. Dhe ndoshta qëllimi ynë është të vazhdojmë atë, të cojmë atë më tej, të krijojmë forma të reja kompleksiteti, forma të reja jete, forma të reja vetëdijeje. Por si e bëjmë këtë? Si kontribuojmë në evolucionin kozmik? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e vështirë në të njëjtën kohë. Ne e bëjmë atë duke jetuar plotësisht, duke menduar thellë, duke krijuar bukur, duke dashur thellësisht, duke kërkuar të vërtetën, duke ndarë njohurinë, duke ndërtuar komunitete, duke kujdesur për planetin, duke eksploruar universin. Çdo vepërarti që ne krijojmë është një kontribut në kompleksitetin kozmik. Çdo zbulim shkencor që ne bëjmë është një hap drejt kuptimit më të madh. Çdo vepër dashurie që ne shfaqim është një shprehje e lidhjes që na bashkon të gjithëve. Dhe të gjitha këto veprime, të vogla dhe të mëdha, janë pjesë e procesit. Ato janë mënyra që universi po bëhet më kompleks, më i vetëdijshëm, më i gjallë. Por ka një paradoks këtu. Nëse ne jemi brenda një vrime të zezë, nëse ne jemi të kufizuar nga horizonti i ngjarjeve, atëherë çdo gjë që ne krijojmë do të mbetet brenda këtij horizonti. Ajo nuk mund të dalë, ajo nuk mund të ndikojë në universin prind. Pra në një kuptim, veprimet tona janë të kufizuara, ato kanë një fushë të kufizuar ndikimi. Ato nuk mund të ndryshojnë gjithçka, por në një kuptim tjetër, ato janë të pakufizuara.
Sepse brenda universit ton, brenda horizontit ton, ne kemi lirinë e plot. Ne mund të krijojmë, ne mund të eksplorojmë, ne mund të evoluojmë, ne mund të bëhemi çdo gjë që ne jemi të aftë të bëhemi. Dhe nëse çdo vrim e zezë në universin ton krijon një univers të ri, atëherë veprimet tona mund të kenë pasoja që shtrihen përtej horizontit ton. Sepse çdo vrim e zezë që ne krijojmë, çdo eksperiment që ne bëjmë, çdo zbulim që ne arrijmë, mund të jetë duke formësuar kushtet në universe që ende nuk kanë lindur. Kjo është një mendim i mahnitshëm, por është gjithashtu një mendim që na jep përgjegjësi, sepse nëse veprimet tona mund të ndikojnë në universe të ardhshme, atëherë ne duhet të veprojmë me kujdes. Ne duhet të mendojmë për pasojat afatgjata, ne duhet të përpiqemi të krijojmë kushte që do të lejojnë jetën dhe vetëdijen të lullzojnë. Por si e dim se çfarë kushte janë më të mirat? Si e dim se çfarë lloj universi duhet të përpiqemi të krijojmë? Përgjigja është se ne nuk e dim. Ne nuk mund ta dim, sepse ne nuk mund të parashikojmë të gjitha pasojat e veprimeve tona. Ne nuk mund të shohim të gjitha mundësitë. Ne nuk mund të kontrollojmë të gjitha variablat. Por ne mund të bëjmë më të mirën tonë. Ne mund të veprojmë me dashuri, me mençuri, me kujdes. Ne mund të përpiqemi të krijojmë bukuri, të krijojmë rregull, të krijojmë jetë. Ne mund të përpiqemi të kuptojmë, të mësojmë, të rritemi, dhe ndoshta kjo është mjaft. Ndoshta qëllimi nuk është të dimë gjithçka, të kontrollojmë gjithçka, të krijojmë universin perfekt. Ndoshta qëllimi është thjesht të përpiqemi, të eksplorojmë, të krijojmë, të jetojmë. Sepse në fund, pavarësisht se a jemi ne brenda një vrime të zezë apo jo, pavarësisht se a ka një hierarki të pafundme universish apo jo, pavarësisht se a ka një qëllim kozmik apo jo, ne jemi këtu. Ne ekzistojmë. Ne jemi të vetëdijshëm. Ne mund të mendojmë, të ndjejmë, të krijojmë. Dhe kjo vetë është një mrekulli që ne nuk duhet ta marrim si të mirëqen. Një mrekulli që duhet të na mbush me habi, me mirënjohje, me gëzim. Sepse në një univers që mund të ishte thjesht kaos, ne kemi rregull. Në një univers që mund të ishte thjesht errësirë, ne kemi dritë. Në një univers që mund të ishte thjesht materie pa jetë, ne kemi jetë. Dhe në një univers që mund të ishte thjesht procese të verbra, ne kemi vetëdije. Ne jemi mënyra që universi po bëhet i vetëdijshëm për veten e tij. Ne jemi sytë përmes të cilëve universi po shikon veten. Ne jemi mendja përmes së cilës universi po mendon për veten. Dhe kjo na jep një përgjegjësi të jashtëzakonshme, por gjithashtu një mundësi të jashtëzakonshme. Sepse nëse ne jemi vetëdija e universit, atëherë çdo gjë që ne mësojmë, çdo gjë që ne zbulojmë, çdo gjë që ne krijojmë, është universi duke mësuar për veten, duke zbuluar veten, duke krijuar veten. Ne nuk jemi të veçantë nga universi. Ne jemi pjesë e tij. Ne jemi një shprehje e tij. Ne jemi një mënyrë që ai po bëhet më kompleks, më i vetëdijshëm, më i gjallë. Dhe kjo na kthehet në pyetjen me të cilën ne filluam. A jetojmë ne brenda një vrime të zezë? Ndoshta po, ndoshta jo. Ndoshta pyetja vetë është e gabuar. Ndoshta ajo që është e rëndësishme nuk është përgjigja, por procesi i kërkimit, procesi i pyetjes, procesi i eksplorimit. Sepse në procesin e kërkimit për të kuptuar universin, ne po kuptojmë veten. Në procesin e eksplorimit të kozmosit, ne po eksplorim natyrën tonë. Në procesin e pyetjes së pyetjeve të mëdha, ne po bëhemi më të mvenj. Dhe ndoshta kjo është pikërisht pika. Jo të gjejmë të gjitha përgjigjet, por të bëjmë pyetje më të mira. Jo të arrijmë në një destinacion final, por të vazhdojmë udhëtimin. Jo të dimë gjithçka, por të vazhdojmë të mësojmë. Sepse në fund, ajo që na bën njerëz nuk është ajo që ne e dimë. Është ajo që ne pyesim. Është kurreshtja jon, është habi ynë, është dëshira jon për të kuptuar. Dhe kjo dëshirë nuk do të shuhet kurrë. Pavarësisht se sa shumë ne mësojmë, do të ketë gjithmonë më shumë për të mësuar. Pavarësisht se sa thellë ne shikojmë, do të ketë gjithmonë më thellë për të shkuar. Pavarësisht se sa larg ne udhtojmë, do të ketë gjithmonë më larg për të udhtuar. Dhe ndoshta kjo është bukuria e ekzistencës. Jo që ne e dim gjithçka, por që ne mund të vazhdojmë të zbulojmë. Jo që ne kemi arritur në fund,
por që udhëtimi vazhdon përgjithmonë. Pra ndoshta pyetja e vërtet nuk është a jemi ne brenda një vrime të zezë. Pyetja e vërtet është çfarë do të bëjmë me këtë njohuri. Si do të jetojmë jetët tona duke ditur se ne mund të jemi pjesë e një realiteti shumë më të madh se sa ne mund ta imagjinojmë. Si do të veprojmë duke ditur se veprimet tona mund të kenë pasoja që shtrihen përtej asaj që ne mund ta shohim. Dhe përgjigja ndoshta është e thjeshtë. Ne do të vazhdojmë të bëjmë atë që njerëzit kanë bërë gjithmonë. Ne do të vazhdojmë të pyesim. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë. Ne do të vazhdojmë të krijojmë. Ne do të vazhdojmë të dashurim. Ne do të vazhdojmë të jetojmë. Sepse pavarësisht se a jemi ne brenda një vrime të zezë apo jo, pavarësisht se a ka një hierarki të pafundme universish apo jo, pavarësisht se a ka një qëllim kozmik apo jo, ne jemi këtu tani, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Ky moment, kjo përvojë, kjo vetdije, kjo mundësi për të menduar, për të ndjerë, për të krijuar, për të dashuruar. Kjo është durata e ekzistencës. Dhe pavarësisht se sa të mëdha janë misteret që na rrethojnë, pavarësisht se sa të thella janë pyetjet që mbeten të papërgjigjura, ne kemi këtë moment. Ne kemi këtë jetë. Ne kemi këtë mundësi. Dhe ndoshta kjo është mjaft. Ndoshta kjo është gjithçka. Ndoshta kjo është mrekullia. Të jesh i vetëdijshëm në një univers që mund të jetë brenda një vrime të zezë. Të mendosh për natyrën e realitetit në një realitet që mund të jetë vetëm një shtresë e një hierarkie të pafundme. Të pyesh pyetje të mëdha në një univers që mund të mos ketë përgjigje përfundimtare. Kjo është kushti njerëzor. Kjo është bukuria dhe tragjedia e ekzistencës sonë. Ne jemi qenie të vogla që bëjnë pyetje të mëdha. Ne jemi vëzhgues të përkohshëm të një realiteti të përjetshëm. Ne jemi vetëdije e kufizuar që përpiqet të kuptojë pafundësinë. Por ndoshta pikërisht në këtë përpjekje, në këtë kërkim, në këtë pyetje, ne gjejmë kuptimin ton. Jo në përgjigjet që ne gjejmë, por në pyetjet që ne bëjmë. Jo në destinacionin që ne arrijmë, por në udhëtimin që ne ndërmarrim. Jo në atë që ne e dimë, por në atë që ne vazhdojmë të mësojmë. Dhe kështu ne vazhdojmë. Ne vazhdojmë të shikojmë në qiell. Ne vazhdojmë të mbledhim të dhëna. Ne vazhdojmë të ndërtojmë teori. Ne vazhdojmë të bëjmë pyetje. Ne vazhdojmë të kërkojmë të kuptojmë. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Kjo është ajo që na jep kuptim. Kjo është ajo që na lidh me universin dhe me njëri tjetrin. Ne jemi kërkues të së vërtetës në një univers plot me mistera. Ne jemi krijues të kuptimit në një univers që mund të mos ketë kuptim të brendshëm. Ne jemi drita e vetëdijes në një univers që mund të jetë kryesisht errësirë. Por ne jemi këtu, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Pra ndoshta përgjigja për pyetjen a jemi ne brenda një vrime të zezë nuk është po ose jo. Ndoshta përgjigja është se nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se ne jemi këtu, tani, duke bërë pyetjen. Dhe në atë pyetje, në atë kërkim, në atë habi, ne gjejmë diçka të bukur, diçka të vërtet, diçka që ja vlen. Ne gjejmë